Atëherë mirëmbrëma, besoj se Besianën e kemi këtu. Mirëmbrëma Mimoza, po këtu jam. Si të kam Besiana, ajo mirë? Mirë, faleminderit. A pushove prej dje? Jo, s'ka pushim për neve. Nuk ka pushim. Edhe unë njëjtë si ti, jam shumë e lumtur që të kam jetën time, që të kam njoftu. Pra për gjithë ju që jeni sonte e dëgjoni live këtë program edhe gjithë ato që do ta ndjekin të ardhmen, kemi kënaqësinë e madhe ta mirpresim një grua që jo vetëm e ka ndërtuar një biznes të suksesshëm, Kids Online, por është një vizionare, ka qenë vizionare, vazhdon të jetë. Edhe gjithmonë i shef gjërat para se t'i shohin njerëzit tjerë, prandaj do mësoni shumë nga Besiana sonte. Sepse kur shumë tjerë, siç ka thënë ajo, nuk kam besu në atë që e ka fillu Besiana në kohën e saj, ajo e ka pa mundësinë. Kur gjithë tjerët kam prit që të ndryshoj bota, Besiana çka bone ti? E ndryshove veten, apo? E ndërtove biznesin tënd nga shtëpia, me shumë zemër, me shumë guxim, me shumë pasion. E prandaj e quaj Besianën si një pioniere, sepse pionier janë ata njerëz që fillojnë diçka kur askush tjetër s'e ka filluar ende. Kemi 15 vite eksperiencë në biznes online. Edhe kjo është një shembull e një gruaje që nuk dorëzohet, apo? Po, ashtu është, po fillimisht kisha dash me bë një falënderim edhe një prezantim për gjithë ata që po na ndjekun. Po, e Sepse dashur. është kënaqësi të ndaj me ju edhe unë pjesën e rrugtimit tim në pushën e biznesit online. Edhe kam një falënderim të veçantë për mentorën time, e cila jo vetëm që më ka frymëzuar, por më ka shtyrë të shoh më larg vetes time. Unë jam Besiana Arifi, jam nanë e 3 fëmijëve, ndërmarrëse online dhe një grua që ka nisur nga zero për të ndërtuar një jetë të re përmes punës online. Edhe shpresoj që kjo përvojë edhe histori e jemja dikujt kam i shërby dhe kam e qenë frymëzim për të ardhmen. Edhe unë gjithashtu gjithmonë shpresoj ashtu, lutem që dikush që i ndjek këto trajnime ti ndihmoj diçka, edhe me të vërtet ndihmojnë, edhe kur dëgjosh njerëz që si njeh fare, si din se të kanë dëgjuar ose kanë marrë diçka prej teje në vitet e kaluara dhe tash kanë arritur sukses, është diçka jashtëzakonisht e bukur. Sepse për atë jetojmë ne, që t'i frymëzojmë edhe të tjerët ta bëjnë. Po, gjithmonë e tham edhe unë, informacioni është fuqi. Po. Besiana, si nisi historia jote me biznesin online? Mimoza, unë në fushën e biznesit kam qenë në moshë qysh të vogël, sepse na familjarisht ka kohë gjatë që jemi fusha ndryshme në biznes. Unë moshën 8 vjeçare, 9 vjeçare kom fillu si shitse për me qenë shërbimin e klientit. 9 vjeçare ke punu ke biznesi i prindve tu, apo? Po. Okej. Jo pse është e ka qenë e detyrueshme, po ka qenë dëshirë e brendshme e jemja. Edhe në kohën kur moshatarët e mi kanë lujt, e kanë pas kohën për me dalë, unë i kam bë 2 orare, orarin e punës edhe orarin e mësimit. Pastaj me punë kam vazhdu deri në moshën 18 vjeçare. Në dyqanin e babit. Pas moshës 18 vjeçare, kom pas fatin me u bë prind jo një fëmijë, 2, po 3 fëmijëve. Në moshën 18 vjeçare? Po, moshën 18 vjeçare, deri në moshën 21 kam qenë nane 3 fëmijëve. Wow, shumë e re, Besiana. Po. Çdo gjë e ke nisë, domethënë shumë e re, po përgjegjësitë shumë të mbaja, përgjegjësitë mi supe shumë të mbaja, por gjithmonë ja kom dalë, se kom arrit edhe gjithmonë e kom pas atë aftësinë e menaxhimit të situatave tilla ose të caktuara.
Mirë po, unë isha mësu në moshën shumë të re, deri në 18 vjetë, me qenë gjithmonë në shërbim të klientit, edhe të punës, edhe e kom gjatë boshllëkun të punës edhe të shkollimit, po për shkak sfidës prindërore, po dash të dy pjesë me ndalu. Mirë po, në atë kohë, ka qenë një platformë online, ka qenë vetëm për nana. Edhe ato ka pas shumë nana që kanë dalë secila për vojat e veta. Ato kom taku mikën tem, edhe më ka thonë, ajo kishte lidhje edhe një uri prej botës perëndimore se si po zhvillohet atje biznesi. Dhe ato ka marrë informacione për biznesin online. Ajo çdo gjë më ka mësu si funksionojnë blerjet online, shitjet online. Edhe ato fillova me ndje, atë boshllëkun që e kom pas, fillova me ndje atë përmbushjen tem. Edhe ka qenë një dëshirë, një ëndër e zjarrt. Do me thonë, edhe ti e frymëzu prej dikujt. Po, edhe unë jam frymësu prej dikujt. Po, Ajo më ka mësu hapat e parë, si me hap një llogari bankare, si me bë blerjet jashtë shtetit, atëherë blerjet e para i kom bë në Kinë. Edhe në atë kohë kam fillu me ardh produktet këtu në Kosovë. prej Kinë i ke pru. Po, ka qenë viti 2014-2013, kur kom fillu blerjet e para. Wow, po. Edhe çdo informacion ajo ma ka dhënë, sepse ajo ka pas qasje me botën perëndimore, edhe pastaj ne kemi zhvillu këtu në Kosovë. Pas një periudhe shumë të shkurt, fillun tani edhe faqet online. Edhe atë pjesë e fillova edhe unë, biznesin online, me një telefon, por në kom pas fatin që edhe familjen e kisha vetë në fushën biznesit, edhe kom pas shumë atlet për furnizimin e produkteve, përvojën e kisha, edhe ajo dëshira dhe ajo ëndra ime e zjarrt u realizu, u bo realitet. Po, do me thonë, qëfar të shtyrit besoje? Kur tjerët dyshonin atë kohë, kur ti fillove? Informacioni sakt, se e thash edhe më herët një moza që informacioni është fuqi, sepse na kishëm informata se çfarë po ndodh botën perëndimore dhe në Evropë, si po funksionojnë platforma digjitale dhe biznesi online. Mirë po, edhe dashnia e madhe për punën, për kushtimin. Mirë po, do me thonë, ke pat një udhërëfyse që e ke ditë se është rruga e saktë. Po, sepse unë vetë se e kisha përvojën në fushën e biznesit. Po, okay. Për shitjen edhe për marketingun, po e kam pas edhe atë intuitën e brendshme, e që shumë shpesh kam marrë vendime përmes intuitës. E kam ndje. Po, Besiana, kështu, do me thonë, tash e ke ndjek intuitën, a kanë qenë qëto produkte që i ke tash me Kids online, apo ke pat produktet ndryshme atëherë? Jo, gjithmonë ka qenë me produkte për fëmijë. Për fëmijë, okay. Diçka tjetër nuk ka pas, vetëm me produkte për fëmijë. Po, kur i mrit ato majat ma shumë? Ma shumë sukses që ke pat para se të ndodh ajo sfida për cilën kemi bisedu. Suksesin e parë kom ndje qysh në fillim, sepse kam qenë prej të parave në fushën e online-it, edhe kur kom fillu me bashkëpunëtorët për furnizimin e produkteve, se tani unë fillova me hulumtu edhe për brendet edhe për firmat, edhe kërkojsha produkte ma cilësore, edhe kur kom fillu mi u prezantu aty në ato u befasoj që se qysh po mundet me funksionu kështu online, na as në dyqanet fizike nuk mujna me arrit këtë shitja. Edhe me këto njohuri, unë e kisha personal fanpage-in, pastaj këto njohuri kom shpërnda edhe tek familja jam. Okay. Edhe familja jam ka fillu me praktiku biznesin online, edhe kanë arrit suksese dhe rezultate brenda një periudhe shumë të shkurt, mundem me thonë, kanë arrit qarkullime milionshë.
Kjo është shumë e fuqishme. Domethënë, këto informacione që i ndëgjoni sonte vërtet janë shumë të vlefshme dhe falenderojmë Besianën që e ndan këtë me ne. Besiana, a ka pat sfida gjatë këtij rrugtimi? Sfidat janë në biznes për diçmëri. Po, E si përballojsh ti? Si i përballojsh ato? sfidat i marr si mësim. Një ditë dy edhe vazhdoj. E di që brenda çdo sfide është një gjë e mirë, sepse ashtu më ka ndodhur edhe në jetën reale. Nuk jam dalë asnjëherë. A ke ndonjë mënyrë specifike si përballesh me sfidat? Mënyrë specifike mimoza nuk kam, vetëm e di se kam një mbrojtje edhe një përkraje prej Aha. Zotit, prej universit, edhe e di se nesërmja gjithmonë ka me qenë më e mirë. E kjo më pëlqen shumë, domethënë, kjo është shumë e fuqishme, është kjo. Ta kesh këtë mendim ose këtë ndjenjë Po, e cila të mbron në çdo lloj situate që paraqitet. Po çka do bëje nëse do i humbje krejt? do filloja prej zeros, sepse kam provu dhe atë ndjesin e Se falëndërimit total. po, edhe Henry Ford ka thënë ashtu, nëse mi djegin krejt fabrikat, nëse mi marrin krejt ato lëndat e para me cilët ai ka bë ato makinat, edhe ai ka thënë, unë e nisi prap prej zero. Po, edhe se ti tash në rrugën vetë se e din, vetëm duhet për kushtim edhe kohë. Çdo gjë, A duhet të kesh shumë pare për ta nisë një biznes? jo, me botën online nuk duhet, po unë edhe kam Okej. pas fatin mimoza, kam pas shumë bashkëpunëtor që më kanë ndihmu, kam Mhm. pas rast që edhe gjithë depot më kanë dhënë, ti merru vetëm me shitjen edhe me marketingun. Po, Plus, do më thonë, si e ke mri këtë, sepse ta mrish këtë, ato duhet shofën diçka të ti. me besim, kam pas besim, do më thonë më kanë njoft më përpara, edhe ka qenë besimi i plot edhe Po çdo e bashkëpunim, kanë, po, çdo bashkëpunim unë që e kam pas, gjithmonë jam mundu me qenë e sinqert. okej. Edhe me klientat, edhe me bashkëpunëtorët, edhe tash të sa vite që funksionojnë, asnjëherë nuk kam pas problem. Edhe kur të fiton besimin, kur e shohin sinqeritetin, çdo kush ta ofron më të mirë. Unë mendoj se e shofin edhe energjin, edhe e shofin edhe, sepse Po, njerëzit që janë biznes i njohin njerëzit që janë biznes. I njohin për të folme, për po, uh, zonë gjithmonë ti, qëndrim të trupit, për mënyrën se si uh, ata e shohin të ardhmen edhe si din ta bëjmë biznesin. Do më thonë, ka një uri shumë let mund ta dallojsh njeriu i cili e ka talentin për të bërë biznes dhe e din se çka don. Për shembull, Donald Trump kur ka fillu, kur ka qenë shumë i ri, ai ka shku ka avokati më i mirë që ka qenë në Amerikë. Se ka dash një hotel shumë të vjetër, shumë të prishët, një lagje shumë e keqe, ku ka ndodhur shumë vrasje, shumë skandale, ta rindërtoj edhe ta bëj diçka jashtëzakonisht bukur, diçka që se ka pa bota. Edhe pse s'ka pat shumë kapital në atë kohë, ta paguaj atë avokatin, edhe kur e takoj atë avokatin, ai bile e shante, thotë, çka më ke ardhur këtu? Se unë si pranoj njerëzit si ti. Sa i u merr të krejt me njerëzit më të suksesshëm në Amerikë edhe kryetarët e Amerikës, ai ishte avokat që nuk ishte humb asnjë seancë gjyqësore. Krejt i kishte fitu. Edhe kur ja tregoi Donald Trumpi krejt çka ka në imagjinatën e tij, në çdo detaj se si don duket ai hotel, ai tha ti e djali im, ti tha, unë me ty do punoj. Edhe do më paguash vetëm kur do kesh sukses. po, se Zoti ti dërgon njerëz ata Mhm. në kohën e dur edhe Edhe vërtet ai ndihmoi shumë, domethënë ai ka qenë mentori i pari i Donald Trumpit.
E kështu, Besiana tash pyetja tjetër është për sfidat tregove, se nuk ka, domethënë biznes pa sfida, Jo, edhe e ja kom keni pas. prej zero prap. Po, ja kom nis prej zero se edhe platformat digjitale i kanë politikat edhe kufit e vet. Mhm. Për që ata na çdo ditë duhet me marr informacione, duhet me marr mësime si funksionojnë, çka na lejohet, çka nuk na lejohet. Shpesh që them është shkencë në vete, Po, biznesi. edhe unë për atë, për shembull, punoj paralelisht në gjithë platforma, nuk fokusohem veç te njëna. Se gjithmonë duhet ta kesh një plan B. Po, Për biznesin gjithmonë duhet ta mendosh se nëse kjo humbën, çka mund të bëj diçka tjetër. Gjithmonë duhet ta kesh një plan tjetër. E besoj se ajo sfida që të ka ndodhur atëherë të ka bëu që ti të reflektojsh edhe që mos të po. vije deri te ajo, për shembull, nuk e di, sa e ke menduar atë pjesën ta bësh web faqen tënde. E kom mendu, edhe Mhm. në të ardhmen ajo është pjesë e platformës online, Po, se ajo për website-i do shembull jetë është, më ajo do jetë efektiv. e jotja dhe askush Po, aty s'ka çka të bëja. aty do me Po. thonë është e pa Mhm. limitume website-i. Mhm. Po, njerë mund duhet menaxhimi i kohës, me marr veten sepse atë shpejt ka ardhur ajo të shka e kom mendu, sa që nuk e kom prit. Mhm. Edhe kjo ka ndodhur pas regjistrimit në akademinë. Ai Po janë si pata. ndodhi kjo pjesa e regjistrimit në Empower? Se unë, për shembull, herë e parë që të kam taku, ka qenë retriti në Durrës. Po, ai ka qenë seminari i parë, po unë kom fillu me një libër, me Mhm. librin e Mimozës, Magjia e folurit pozitiv. Mhm. Po edhe shpesh i kom ndjek videot, motivimet, storjet, edhe postimet e Mimozës. Edhe thjesht jam përshtat me energjinë time dhe me frekuencat e mia. Edhe kur e ndëgjojsha Mimozën, thosha po ç'është, është edhe unë mendoj ç'është. Edhe arsyeja pse e kom vendos me marr librin e Mimozës, prap ndoshta ka qenë ai boshllëku, mungesa e Mhm. shkollimit. Edhe pse unë s'kam pas fatin me studiu, me kry një universitet tradicional, unë gjithmonë kom vazhdu me lexime, kom ndjek video, në YouTube, në platformat ndryshme, ato çka mu më kanë interesu dhe ato çka mu më kanë dasht. Studimet pa barura. Sepse qëllimi jam nuk u kon me marrë një diplomë. Mhm. Qëllimi jam ka qenë me arrit ata që unë ndroj edhe e du. Po nuk e di apet arsye pse unë kom vendos me marr librin e Mimozës. Prap Mhm. po e them se ka qenë ajo intuita jem që e ka ndje, sepse jam person që nuk e du sipërfaqësorën. Gjithmonë e du thellësinë, edhe shumë gjana në jetë i praktikoj kështu. Ajo e brendshmja jem. Kur don diçka, unë e vendosin edhe në sipërfaqe. E Edhe për shembull, çka ka qenë ajo që thush thellësia që të ka lidh visht në seminar? e, Sepse ajo është një hap vërtet shumë i madh. Shkosh me po një vazhdoj, seminar me njerëz që nuk i njeh. po ta përfundoj pjesën e Po, librës kur e kam po. marr, pjesën e librës edhe atë ditën që e kom pranu porosinë dhe atë ditë që ka hyrë libri i Mimozës në shtëpinë time, ka ardhur një mrekulli shumë e madhe. Më ka ardhur një thirrje, një telefonat, edhe një mbështetje morale dhe financiare, diçka e paparashikueshme. Ende pa fillu me lexu librin e Mimozës. Kjo, po. Pastaj kur kom fillu me lexu librin e Mimozës, ato e kam gjetë 50% jetës tem, 50% të mendimeve të mia, edhe zgjidhjeve të problemeve në librin e Mimozës. Edhe kom vazhdu me ndjek, me qenë ndjekse i rregullt në platformat online, e mësimeve, trajnimeve dhe kurseve të Mimozës, ajo çka i ka shfaq. Pastaj, rastisht e kom pa postimin kur i ka ndodhur Mimozës sfida me fabrikën. Unë vetë se kisha kaluar periudhën e sfidës kur krejt mundi, investimi financiar, i kohës, i energjisë që kisha bërë për 8 vite me radhë në platformat online, çdo gjë u mbyll,
edhe beta nxerrë. Për shkak të një gabimit edhe një njohërie që unë nuk e kam pas. Edhe ato e ndjeva thellë se mimoza meriton një mbështetje s'paku morale. Po nuk e kam mendu asnjëherë që unë ato kam e gjetë mrekullin, edhe kur se kam mendu se kam e pa diçka të jashtëzakonshme, jam nis krejt me tjetër qëllim, edhe kam gjetë krejt tjetër çka, edhe gjithmonë jam nis me atë mendjen se unë i di gjitha, unë e kam zbulu burimin financiar, nuk kam nevojë për mësime dhe për njohuri më të çme. Më përpara, më shumë. Po si unë nisoj, e vërtet shumë kjo. Edhe kur kom hy ato, e kom pa atë shkëlqimin e mimozës, edhe kom thonë fala është ky njeri vërtet. S'po më duket diçka jashtëzakonshme me vete. Edhe kom pa se çka mësohet, çka thuhet, çfarë respekti kanë njëri për tjetrin, edhe kom ngel e befasume. Mirë po, që është në seminarin e parë, ato kur është cek përcaktimi i qëllimit, unë as qëllim nuk disha me përcaktu, sepse ndjesha veten përmbushur në gjitha aspektet jetësore. Edhe di se kom thënë me veti çka do që të vjen unë e pranoj. Jam mirë, Po. nuk të mungon kur gjo, edhe çka do që të vjen prej Zotit unë e pranoj. E kom thënë kështu me mendje. Edhe pastaj e kom vrejt atë ndryshimin, atë lumturinë, atë gëzimin, pasi është kry seminari, po këtu dashta me përshëndet edhe Dianën, sepse kom pas fatin me qenë ullur afër me Dianën. Diana më ka propozu me hy në trajnim, tha Besiana, unë kisha propozu me hy në trajnim, tha se të bën shumë mirë, tërë nuk e disha si funksionojnë trajnimi, as si është platforma, ta zhdova me hy në trajnim, hyna në trajnim, edhe çdo gjë që e kam mësu, e kam praktiku, e kam vepru, edhe rezultati ka qenë i menjëhershëm. Çfarë ndodhi mbas seminarit? Mbas seminarit, nuk e di si është vjen ide për kreativitet. Ato e kam pa se sa shumë duhet me dasht parën, sepse parja nuk është diçka. Unë është që s'e kam pas kur problem këtë pjesën e parës, ose anën financiare, nuk e kam ditë rëndësinë. E ke qujtë se është diçka që duhet tjetë aty, ama... Ama nuk e kam ditë atë thelbin. Edhe atë më lindi një ide, përveç punës që kisha në online, me produktet fëmijëve, ishte ofertet Marsi, e pona një kreativitet, nuk e di as vetë se çu më ka lindë ideja për kreativitetin e asaj pune. Mirë po, me atë personin cilën unë bashkëpunoj tash të shumë vite, ai kishte pru një maune me lule. Edhe unë e punoj një kreativitet, edhe arrita me shit 10.000 lule. Këtu lindi edhe biznesi i dytë. 10.000 s'mund t'i numrojsh ti ke shit. E aktivizova gjithë familjen për ndihmë, sepse ishim vetëm 3 ditë, nuk ishim koma shpejt. Ato e kam dhe tani rezultatin e parë, tani fokusin e kam pas tek biznesi i fëmijëve, ato e kam lanë vetëm si plan dytë. Po gjithmonë unë ndodhen çto rastësia në biznes. Si me lule, ose në shumë produkte bën virale dhe tani ajo një kohë gjatë kërkohet. Po. Po me sa duket duhet shumë kreativitet. Se edhe biznesi është art në vete. Po, kreativiteti gjithmonë është rruga më e shkurtë për me arritë rezultatet, ato çka e krijon prej vetes. Sepse ajo çka e gjen çdo kont, normal kuptohet është më e vështirë për me hyrë në treg dhe për me pa shitjen. Gjithmonë ajo e veçantë është më e kërkuar. Okej, tash cili ka qenë ndryshimi më i madh që ke përjetu fal programit I Empower? Ndryshime, ka shumë ndryshime. Mirë po, kisha dash me potencu
Ndryshimi tek mendësia dhe tek parimet e suksesit në biznes. Sepse unë disa, kur kam fillu me lexu ligjin e suksesit Napoleon Hill, Po. i kam gjetë vetëm tek shumë parime. Jo pse i kam ditë, po i kam dje. Sepse Po. anën në praktikë unë e kam pas, po anën teorike nuk kam pas një uri. E pse ka dhe ma herët shumë gjana i kam ba vetëm me intuit. I kam dje se duhet mi ba, se ma ka dasht zemra ose shpirti edhe. E Po. kam vepru ashtu. Mirë po kur kom fillu me e lexu ligjin e suksesit Napoleon Hill, edhe ato kom pas fatin vetëm një herë me lexu, se i kom praktiku ato parimet cilat janë ato, edhe rezultati prap ka qenë rezultat i menjëhershëm. Mirë po parimet cilat i ka cek ato Napoleon Hilli, unë kam pas mendësit gabume, edhe jo një ujë duhur. Po tani kur e kam ndru mendësin, suksesi e rezultati ka qenë i menjëhershëm. A mund na tregoj si e ndrove mendësinë Besiana, sepse këtu është ajo pika kryesore, se suksesi është 80% të mendësia. Duhet me pas ëndra, duhet me pas durim. Ose Duhet në çdo gjë 80% thuajnë ma shumica, ama ke vini thot 99% është mendim, 1% është veprim. frikën duhet me largu, duhet me pas mendime pozitive, pastaj është ajo pjesa te arritja ose qëllimi i përcaktuar, qysh me përcaktu një qëllim, për me arrit një diçka të caktume, sidomos tek pjesa e kursimit, ato kur kom marrë te pjesa e kursimit, vetë zemra sa s'ka dalë prej vendit ashtu, ko kna kam të shkum falimin tim, sepse edhe kjo është pjesë e biznesit, duhet çdo gjë me mas. Po, se Napoleon Hill ke ajo ligji i kursimit që për kursimin është shumë, edhe mu më ka bo, o zot, tash çka kom bo unë jetën time. Se unë jam mësu me atë mendësin, po edhe kur t'jap e ndjej çlirim. Nuk jam mësu me marr, po vetëm me dhënë. Sepse ndjej një çlirim edhe një përmbushje shpirtërore kur t'jap. Po ato edhe te trajnimet edhe te ligji i suksesit thuhet se duhet me qenë i përqindje. Nuk bën me dhënë ma shumë se që merr. Ne deri në 5% e asajna që ne e posedojmë duhet me dhënë gëzimdhënien. Po, se ti je një nga donatorët e rregullta na Empower, do më thonë e kom vërejt se që edhe të uta e ka shkrujt, ti para se ta fillojsh një qëllim, një herë jep donacion, ke për shumë dhurata për I Empower, edhe e fillon me shumë zemër. Edhe puna online e Po. ka një praktik tillë, se Po. duhet me dhanë, me sponsorizu, pastaj për me marr frytet edhe rezultatin. Edhe pas sponsor mundesh me arrit, po kur sponsorizon, kur e financon një produkt, e reklamon një produkt, efekti është 100% ndrysh. Edhe unë këto gjithë e praktikoj, një herë jap për biznesin, pastaj marr. Nuk është e detyrueshme, mirë po ka mundësi, edhe ka shumë persona që arrin edhe pa këtë pjesë, sepse tash ka rrit edhe platforma e TikTokut, edhe nuk i nevojë edhe për sponsor, ato arrin shumë shpejt audiencën me TikTok. Do më thonë edhe TikTokin e përdorish si një mjet për biznesin tënd. Në TikTok ma shumë e kom aktivizu vajzën, se e kom pas shumë vështirë, nuk e di pse, derisa jam mësu me audiencën e TikTokut, sepse këtë audiencën që kam në Instagram, shumicën e kam me audiencë me nana, me gra, qenë sinqerta, të vërteta, nuk kam probleme, sepse edhe kjo është sfidë në vete kur tek mashtrimet, jo të vërtet, jo të sinqert. Po, se ka njerëz që bëjnë edhe gjëra të tilla, po. Po në kom pas fatin që kam shumë pak asi probleme dhe kam shumë pak refuzime të porosive. E ato kur kom Edhe kjo është një mendësi shumë e fuqishme. po, e kom pas sfiduese pak atë pjesën e TikTokut, po ma shumë më kanë ndihmu vajza. Nuk e di pse nuk e ndjejsha veten, nuk e pajsha veten atë platformë, po rezultati është
i shpejtë edhe i suksesshëm. Që pastaj aty mundesh me vendosë atë linkun e Instagramit edhe audienca e TikTokut vjen automatikisht tek Instagrami. Okej, më qeshet me qefseren, ka shkruajt edhe unë do ta lexoj këtë ligjin e kursimit. Po, është ligji edhe është trajnim që ka mimoza tek gëzimdhënia, ato shumë mirë shtë sepse unë në fillim shumë kam dëgju video, shumë kam ndjek kurse, trajnimet, edhe kisha pas mundësi me orë tona, kisha nejt derisa të visha tek thelbi i qëllimit i arsyes, programit, kursit, librit. Po më tregojshë mu, thoshe, këndej vetëm i printoj ato letrat ngjitse për porosit, këndej i dëgjoj audiot e I Empower, do më thonë njëkohësisht i ke po të dyjat. Gjithmonë, edhe me shumë përkushtim edhe me shumë një ndjenjë pozitive, më ka qetësu, më ka çliru, kur e kam dëgju trajnimin ose zonin e mimozës, sepse edhe ndjesha që diçka e madhe po vjen. E mrekullueshme kjo. A si e shef për shembull dje ishim 12 antarët e Empower me një restorant në Ferizaj, ku takuam, domethënë ti si e sheh këtë fuqinë e bashkësive ose bashkimit të grave bashk edhe ku e ndihmojnë njëra tjetrën, ku ngrihem edhe shpirtërisht edhe financiarisht. Sepse është shumë e fuqishme, krijohet një fuqi shumë e madhe kur gratë e përkrajnë njëra tjetrën. Se fuqia femrore është fuqi e cila shton. Nga çdo gjë e shtojmë. Tash nësa negative e shtojmë dhe negative, mirë po kur pozitive, duhet pak të ma përshkruash atë takimin dje dhe takimet që i kemi çdo javë ose. Po qysh prej fillimeve të para, takimet më kanë lënë shumë përshtypje, sepse unë kam pa te akademia që këtu nuk lejohet ose nuk folet për të kalumen ose për gjërat negative. Në akademinë edhe në grupën me cilën jemi ne, ato flitet vetëm për gjërat pozitive, për ëndrat e tua edhe për ato që don me arrit. Edhe shpeshherë më ka ndodhur me pa çdo gru që ka pas nevojë për ndihmën e tjerëve gjithmonë jo zgjat dora. Ose çdo sukses që ka arrit ndonjëra prej grupit, gjithmonë është ju ka ngëzu suksesit tjetrit. Kjo është edhe parim sukses, se ti duhesh me u gëzu me suksesin e tjetrit për me arrit ai sukses tek ti. Do të thonë krejt këto i kam pa në grupën e akademisë edhe tek secili antar i cili është ato në akademi. Edhe mastermindja është diçka e jashtëzakonshme edhe fuqishme. Po për shembull si u bë fuqia, çfarë fuqi u krijua aty? Unë qeshet me Mihanën. Është e thirrë. Se u do t'i tham nuk e di, po më shkojnë kom vet. Po, Mihania shumë mirë i praktikon ato metodat e manifestimit. Po me taku Mihanën dhe kom i thonë diçka se s'po du me bë publike. Okej. Sepse ato që na tha me të vërtet funksionon. Shumë funksionon. Dhe une, kur ta marr një mësim e njerë praktikoj, prej kureshtës se ashtë e vërtet. Gjithmonë, hajtë të provoj edhe unë të praktikoj edhe unë të këqyri ashtë e vërtet. Ndodh dhe vërtet. Po ndodh, ajo shumë mënyrë të qartë i bon ato metodat edhe veturën gjipin që e kishte manifestu. Vërtet ju më gëzu shumë, kur e kom pasë, tamam e meriton, Mihania është një zonjë që e meriton në atë formë jete. Me të vërtet, po Mihania është e mrekullueshme, edhe kisha dashur me e përshëndet publikisht, na ka kënaqur dje. Po. Edhe nuk e di mimoza, më duhet ma shumë kohë, ma shumë mësime për me arrit edhe për me kuptu ende thelbin e këtyre energjive, këtyre grupeve, se çka po ndodh dhe çka jam, sepse unë jam fillestare, tash që një vjet kom fillu me akademinë, po mimoza gjithmonë ka thonë se na duhet me qenë nxënës gjatë gjithë jetës. Kjo është ma e bukur, se që mund të ekzistojë një jetë. Kjo është bukuria e rritjes, kur jemi nxënës.
Sepse çdo njeri që e takojmë, mësojmë diçka prej atij, prej çdo njeriu. Se ti nuk e din çfarë përjetimesh ka pat edhe në çfarë forme mund të ndihmojë ai person për diçka me cilën ti përballesh. A Po si nëse mendon se i din krejt, edhe nuk duhesh të mësojsh për një njeriu. po do jam nisë me atë mendjen, se Po. unë kam nevojë se shoh krejt diçka tjetër. Po. Po, se kur arrish në atë nivelin e arrogancës edhe mendoj se çdo gjë duhet të jetë çashtu, po nuk është ashtu, se krejt janë dhurata prej Zotit edhe duhet ti vlerësojmë ato dhurata që na i çon Zoti. Edhe 100 dark qoftë, edhe 100 euro qoftë, edhe 5 euro duhet që jena shumë falenderus. Një ditë ndëgjoja një kështu intervistë për mes dy motivuesve amerikan, edhe ai thoshte në fillim mësoj mentori im çdo cent që ta gjejsh në rrugë, çfarë do para që del, ta dish se çajo janë 1 milionin që ta kanë çu angjujt. Edhe tha fillova ta praktikoj, sa herë që gjejsha 100 dark poshtë në dysheme ose në rrugë duke ecë, jam 1 milioni im, 1 milioni im, edhe tha filloi u bë ajo realitet. Njerë tha Po, nuk e besojsha, ama me të vërtet ajo ndjenja se me njerë e merja e futja në xhep edhe e falenderoja Zotin. Se edhe për shembull parat që i gjejmë rrugë janë sikur ëngjujt i kanë udh aty. Që të tregojnë se ti je në rrugë, kupton, je në rrugë të manifestimit. Pasaj që ti e ke krijuese. unë rasa arri me i kuptu ato ndjesit, ato Mhm. me i lexu, është shumë e lehtë, po edhe këtë parim edhe këtë mendësi e kam po edhe te kantarët e akademisë, se sa mirënjohësa janë edhe për gjërat më të vogla. Unë e thash, kom arrit me kuptu se sa e vlefshme janë mësimet, janë trajnimet, janë ana financiare dhe sa shumë e vlerësojnë. Edhe një veprim më të vogël në rast se e bën, ajo vlerësohet. Shumë vlerësohet, shumë. E kam pa tek secili antar ata që janë koma gjatë, sigurisht i kam Mhm. praktiku mësimet e mimozës, një po e kam pa dhe te bek mimoza, sepse një veprim më i vogël, sa mirënjohëse, sa falendëruese, është për ato që e bën. Teuta thot unë dje kam fitu 5 milion. Teuta sa cent ke gjetë rrugës? Te uta e ka thënë para disa dite diçka e madhe po vjen. Te uta. E din të besjan. Okej. Dhe me te utën dje kemi kalu shumë mirë, jam i kënaqur rrugës. Shumë, shumë, e mirë është Teuta, është shpirt. Krejt dashuria është ajo. Secila. Se cila, po se cila e Unë ka tek të veçantin e vete, po. po, unë tek secila e kam marr ka një mrekulli. Tek Aha. secila e kam gjetë ka një mrekulli. Me cilën do që kam bisedu. Me Kevserin, me Teutën, me Leonorën, me Dianën, me cilat kom pas fat për diskutim, unë e kam gjetë veten edhe kam gjetë një mrekulli tek secila. Sepse krejt e kemi atë një potencial të msheft. Nuk është Mhm. ajo që unë i kam arrit deri këtu, pse unë kam qenë me ditura, me e bukura, me e forta. Po se cili e ka këtë fuqi edhe këtë dhunti, i veç mjafton me zgjuar potencialin. Mirë Bravo, po, Luciana, po. potenciali arrihet me motivim, arrihet me mbështetje, me përkraje, me kurse, me trajnime, me njohuri. Mbështetja është më e fuqishmja që e kemi në Empower. Është një komunitet i cili vërtet asnjënin antar nuk e lën lloç. Gjithmonë don ta çojë e lartë. Po, është kjo vërtet. Mhm. Edhe pjesën e suksesit, po edhe pjesën kur ka ngecje ose është e lodhur, Mhm. artë dhe grupa e akademisë I Empower gjithmonë është e gatshme me zgjat dorën edhe me ndihmu. Po në çdo moment. Po tash shkojmë pak te Forever aty çka të tërhoqi. Dhe si e kombinon, domethënë tani punën tënde online edhe me produktet edhe kompaninë amerikane Forever. Ku jemi në një Edhe kjo, bashkim i grave të fuqishme aty që. edhe kjo është histori në vete, edhe kom Mhm. të se ka qenë ajo koha ku
unë i kam ndjek trajnimet, kurset me rregull, edhe ma i men si sot ditën kur na ka prezantu Mimoza, edhe kam pas një gëzim shumë të madh, sepse kam pas edhe një sfidë me produktet për kujdesin e fytyrës, edhe ato kam pas një sfidë edhe kam hup pastaj besimin edhe asnjëherë s'kam pas besim me ble një produkt për kujdesin e fytyrës, flokëve apo trupit online. Edhe nuk e di, e ndjeva një gëzim shumë të madh, sepse e kam besu gjithmonë Mimozën ato që e ka thonë, edhe Mimoza e praktikon, e arrin, pastaj e ndan me tjerët. Nuk flet vetëm iluzione. Pa e praktiku tek vetja dhe me pa rezultatet tek vetja. Edhe qysh fillimet e para që është prezantu, unë e kam ndje një gëzim edhe një mbështetje. Se thash, ja dola edhe në këtë pjesë. Gjeta zgjidhje. Çdo sen që e kam dasht, po më vjen përmes akademisë edhe përmes grupës të akademisë. Edhe kam ba porosin, do më thonë, ditën e parë është prezantu, ditën e dytë unë e kam ba porosin për vitaminat Kids, edhe diçka tjetër nuk po më kujtohet. Po në atë kohë ka qenë afër festat e fundvitit. Edhe gjatë festave të fundvitit ne kemi shumë punë, shumë porosi, edhe duhet shumë energji dhe shumë kohë. Edhe kom pas fatin që mora ato vitaminat Kids, edhe hiç nuk ndjejsha lodhje. A i ke përdor ti? Unë i kam përdor bashkë me fëmijët, se ato e pas bravo. informacionin që ato është e lejushme edhe për të rritur, Po. edhe për fëmijët, sepse vitamina Kids përmban 12 vitamina tjera shtesë. Edhe ka qenë një ndihmës shumë e mirë për mua, sepse nuk kam ndje lodhje në atë kohë, në atë periudhë as pak. Kom nejt me orë gjata, sepse kur jam festat edhe disa ditë caktume, ne punojmë edhe natën, ndodh që deri në orët e para të mëngjesit jesëm në përgatitjet porosive. Mirë po puna e gjatë, edhe koha e gjatë që e bëjmë që sa kohë edhe rutinë, na u dashke energji. Edhe këtë festë kom arrit me vitaminat Kids. Edhe s'kom ndje lodhje hiç. Edhe Besianën e kemi një nga ato që është shumë e dashurume me produktet, bon lloj dizajnësh, shkrimësh, postimesh, edhe një si një përkrahje shumë e madhe për gjithë grupin, edhe kështu du të falenderoj në emër të gjitha atyre që janë aty për frymëzimin, kreativitetin, edhe çdo gjë që i mëson te grupi, sepse ti i mëson edhe gjëra shumë më të thella se si bëhet biznesi online. Po se e Kështu që ata që janë pjesë e grupit ton, kam veç për të fitu, asgjë s'kam për të humbë. Unë e thash edhe ma herët Mimoza në Po. gjithmonë e kam dashur thellësinë jo sipërfaqësoren, edhe kur te Po. du diçka me zemër, ato edhe çes edhe në sipërfaqe. Po tani kur e kam pa rezultatin e produkteve, efektin e produkteve, unë kam fillu me i dasht produktet, me i përdor produktet, me i ndje dhe me i nda me tjertë. Sepse është diçka jashtëzakonshme, se sa të mrekullueshme edhe sa efekt kanë. Po edhe në këtë pjesë ka qenë pak sfiduese, sepse fillimi nuk kam pas informacion dur për produktet, as për kompaninë, as për efektin e tyre. E po të e ceka edhe dje që kur më kanë ardhur pakot e para, unë një muj ditë as nuk i kom hap, sepse isha në atë periudhën e punës të madhe që e kisha tek online edhe nuk ja dilsha, edhe se kom ditë rëndësinë e tyre, se kur te kisha ditë rëndësinë edhe efektin, sigurisht që e kisha praktiku. Po. Në momentin që e kisha pranu. Po pastaj hyra te grupi i WhatsAppit, edhe ato çdo ditë, çdo antare me informacione, me rezultate, edhe vendosa me përdor aloe verën, pijen. Kur vendosa me përdor aloe verën, e di se jam zgju mëngjes, e kom marr 50 ml edhe jam nis, sepse kam qenë për rrugë, edhe kom harru krejt që e kom pi. Po gjatë gjithë kohës e kom pas një ndjenjë që nuk e di në jetën time që ka ndodhur ndonjëherë. Edhe shpesh thosha me vete,
inshallah më vjen një e mirë gjithë këtë gëzim që e kam, me gjithë këtë vullnet, edhe edhe tan këtë energji. Kisha harru krejt se kisha pi aloe vera. Kur jam kthy në shtëpi, e di se ka qenë ora 3 ose 4 pasdite, edhe po hy te grupi i WhatsAppit, edhe posh atu se kishin dërgu informacione për aloe verën pikërisht atë ditë, për disa rezultate të caktume, edhe ato mu ka kujtu, mu kanë thonë, po a dim se unë po ndjem kështu, sepse unë më gjas kum pi aloe verë, kjo ka e vërtet, se çfarë informacione kemi për pijen e aloe verës. Edhe ma nuk jam dalë, e kom përdor për 1 muaj rresht. E po shumë bukur se unë e kom përgatit sonte një studim shkencor të 3 shkencëtarëve sa i përket aloe verës, edhe si mendojnë njerëzit, domethënë kanë disa mendime nga kompani tjera të cilat ndoshta nuk e përdorin ashtu si e përdoren thellësisht kjo Forever Living. Edhe dash do e kemi një pauzë edhe do vazhdojmë me pyetjet tjera akoma më të fuqishme që Besiana do na ndaj neve sonte. Jemi dakord Besiana? Ta ndajmë atë videon? Okej, zemra ime. Faleminderit. Më duket sikur je po aq i emocionuar që i këtu sa jam edhe unë. Është një mundësi e mrekullueshme që të kem këtë kohë të kufizuar për të ndarë me ju pak më. Më duket sikur je po aq i emocionuar që e këtu sa jam edhe unë. Është një mundësi e mrekullueshme që të kem këtë kohë të kufizuar për të ndarë me ju pak më shumë se ajo që pat në video. 2 kolegët e mi të tjerë nuk mund të ishin këtu, por unë jam këtu për t'i përfaqësuar ata dhe do t'ju tregoj pak rreth tyre dhe çfarë do të themi në disa minutat e ardhshme. Do të flas për bordin këshillimor shkencor dhe disa nga gjërat në të cilat mendojmë të përfshihemi dhe të punojmë përgjithmonë gjatë viteve të ardhshme. Dhe pastaj dua të kaloj pak kohë duke folur për fuqinë e Allos. Pra, nëse mendojmë për bordin ton këshillimor shkencor, këto janë si disa fotografi shtesë. Roger Clemens është në të majtën tënde. Në mes është Peter Pressman dhe unë jam në anën tjetër. Secili prej nesh ka fushat e veta të ekspertizës. Por, ndërsa u bashkuam, kemi rreth 120 vjet përvojë në fushat tona përkatëse kur u bashkuam. Roger është eksperti ynë në fushën e të ushqyerit. Piteri është klinicisti ynë dhe unë punoj në fushën e sigurisë ushqimore dhe toksikologjisë. Më lejoni t'ju jap pak informacion të detajuar për secilin prej nesh të treve. I pari është Roger Clemens dhe Roger është profesor në Universitetin e Kalifornisë Jugore në shkollën e farmakologjisë, ku ai jep mësim një numër lëndësh të ndryshme, duke përfshirë aspektet rregullatore të ushqimeve dhe shtesave ushqimore. Ai është ish presidenti i organizatës më të madhe të teknologjisë industriale ushqimore në botë, rreth 20.000 antar. Ai shkruan një rubrik mujore në Journal of Food Technology. Dhe ai sapo u vlerësua nga Instituti i Teknologjisë Ushqimore me çmimin e tij më të fundit dhe më prestigjioz që bashkon të ushqyerit, dietologjinë dhe shkencën ushqimore. Ai ka një numër publikimesh dhe është bashkëthemelues i grupit ton të vogël konsulence të quajtur Polyscience, në të cilin bëjmë pjesë të 3. Peter Pressman është mjek, por ai është një mjek i orientuar drejt kërkimit. Ai është një ish kirurg fluturimi që ka kaluar kohë në Irak dhe Afganistan, duke u kujdesur jo vetëm për amerikanët e plagosur, por edhe për të tjerë që për fat të keq ishin lënduar. Ai ndoqi shkollën e mjekësisë dhe më pas ishte mjek kujdestar në qendrën Mount Sinai në Los Angeles. Përsëri një numër botimesh. Dhe ai është drejtori i operacioneve mjekësore në firmën tonë të vogël konsulente. Dhe pastaj këto janë kredencialet e mia. Unë jam profesor kërkimor në Universitetin Shtetëror të Michiganit dhe në Kolegjin e Shëndetit Publik në Universitetin e Floridës së Jugut. Një nga gjërat unike të grupeve tona, të cilat sapo i theksova këtu, është se unë jam ish sekretari i përgjithshëm, pasi kam shërbyer 2 mandate si sekretari i përgjithshëm i Unionit Ndërkombëtar të Toksikologëve, me rreth 20.000 toksikolog në të gjithë botën. Dhe çështja këtu është se ne të 3 kemi lidhje në ndoshta çdo vend që rekomandohet këtu. Dhe nëse nuk e kemi përgjigjen e pyetjes, mund t'u drejtohemi kolegëve tanë në këto vende për të na ndihmuar.
Dhe mund ta shihni që kam pasur një farë përvoje me, si ish president i disa organizatave, një numri botimesh. Por mendoj se ajo që do t'ju theksoja është se unë jam redaktor i njërit prej 2 teksteve kryesore shkollore në fushën e toksikologjisë. Libri është rreth 1700 faqe i gjatë. Pra, nëse keni probleme me gjumin, ndoshta do të dëshironi të merrnit një kopje të kësaj, dhe kjo mund t'ju ndihmojë të flini në mbrëmje. Unë jam gjithashtu zëvendës president në firmën tonë të konsulencës. Tani më lejoni të shpenzoj pak kohë duke thënë diçka rreth asaj që do të bëjmë ndërsa fillojmë të bashkëveprojmë me ekipin e menaxhimit, me njerëz të ndryshëm të kërkimit dhe zhvillimit, regulatorëve dhe cilësisë. Një nga problemet që shohim tani është se ekziston një problem me njerëzit që e keqkuptojnë fjalën aloe vera. Dhe arsyeja pse ekziston ky problem është sepse njerëzit kanë parë një aloe të qingjurosur dhe kanë bërë disa vërejtje të pakëndshme për të. Kjo nuk është aloe vera që përdorim në produktet tona. Dhe siç e pat më parë, kompania ka fushat e veta të aloe vere. Ato kontrollohen mirë. Pra, ne e dim saktësisht se çfarë përmbajnë produktet e aloe veras. Jemi në procesin e hartimit të një punimi shkencor të rishikuar nga kolegët, që do ta sqarojë këtë çështje dhe që do të jeni në gjendje ta përmendni kur të pyeteni për këtë material të veçantë të aloe vegetarianëve. Në bashkëpunim me Forever Living, po fillojmë të mendojmë tani për ofrimin e provave shkencore dhe mjekësore të bazuara në fakte për t'i ndarë me njerëzit që duhet të përgjigjen pyetjeve që i drejtohen kompanisë, të cilat mund të jenë sfiduese dhe komplekse, por që do të jemi në gjendje të kemi përgjigje më të mira për ju, për konsumatorët dhe madje edhe për shtypin nëse na duhet ta bëjmë këtë. Po shqyrtojmë gjithashtu tekstin e marketingut dhe reklamimit për vërtetësinë e pretendimeve që duam. Kur keni një pretendim për një produkt të Forever Living, se të dhënat janë të disponueshme për të mbështetur atë pretendim. Dhe kështu mund të jeni të qetë dhe të sigurt se nëse bëhet një pretendim, kompania ka dokumentacion për ta mbështetur atë pretendim. Fusha tjetër në të cilën po hyjmë dhe që do të jetë shumë e rëndësishme për ju është të shqyrtojmë të gjithë përbërësit dhe ekstraktet që përfshihen në produktet e ndryshme që shiten nga Forever Living, për të siguruar që ne i përdorim vetëm ato produkte, që i kuptojmë përbërësit në ato produkte, që e kuptojmë, që kemi një kuptim të sasisë që është aty dhe që ato do të jenë të pranueshme dhe të sigurta për të përdorur sipas kushteve të atij produkti. Dhe ne mund ta bëjmë këtë në disa mënyra, duke parë atë që njihet përgjithsisht si qasje e sigurt, ose në rastin e përbërësve dietik në SHB. Ekziston një proces i njohur si rishikime të përbërësve të rinj dietik. Gjithashtu, do të punojmë me njerëzit e kërkim zhvillimit dhe zhvillimin, dhe me njerëzit e zhvillimit të produkteve për të ndihmuar në identifikimin e komponenteve të rinj dhe promovues të shëndetit për qasje të mundshme inovative, dhe iniciativa marketingu. Dhe do të punojmë me laboratorët, njërin prej të cilëve do ta shihni këtu, atë që është në Texas. Dhe kam pasur gjithashtu fatin të vizitoj atë në Holand për të shqyrtuar metodologjinë e tyre, instrumentet e tyre, kontrollin e cilësisë për të siguruar që gjërat që ndodhin brenda ambienteve tona bëhen siç duhet. Mund të verifikohen që bëhen në mënyrën e duhur. Tha se doja të flisja 1 minutë për fuqinë e aloes. Dhe e pat në bisedën e parë të presidentit të kompanisë për atë fushë me aloe. Dhe mbi këtë ndërtoi reputacionin e saj kjo kompani. Aloe është një produkt i mrekullueshëm. Por kjo, sipas meje, nuk është fuqia e aloe vera. Fuqia e aloes është jashtë në këtë dhomë. Janë njerëzit që përfaqësojnë kompaninë. Janë njerëzit që janë në Dallas, që janë në Phoenix, që janë në Scottsdale, që janë në Holland dhe që janë këtu në këtë audiencë. Kjo është fuqia e aloe verës. Tani vetëm disa përshtypje nga disa prej objekteve, një në SHB dhe një në Holland. Pasi shqyrtuam këto me shumë kujdes, bëm pyetje. U tham njerëzve që po na shoqëronin nëpër turne, menaxherit të uzinës, të dilnin nga dhoma. Ne duam të flasim me njerëzit që kryejnë punën dhe t'i pyesim ata. Dhe merrni me mend çfarë? Ata ishin fenomenal. Ata janë shumë të mirë. Ata kanë standarde të larta cilësie dhe janë të përkushtuar për të prodhuar produktet më të mira në mënyrën më të sigurt të mundshme. Në mënyrë që produktet që keni të jenë të sigurta, efektive dhe për të cilat mund të jeni krenar. Ne i shqyrtuam ato dhe mendoj se do të shihni investimin e madh që menaxhmenti ka bërë në këtë strukturë të veçantë dhe gjithashtu në strukturat e tjera. Është një strukturë e certifikuar dhe kjo do të thotë që përmbush standardet më të rrepta dhe më të larta brenda industrisë, për të vazhduar aktivitetet brenda atij laboratori. Ata bëjnë cilësi të lartë, standarde dhe testime. Dhe edhe një herë një ekip shumë i përkushtuar. Më lejoni ta mbyll duke thënë se unë, Rogeri dhe Peteri kemi qenë në fushat tona përkatëse për rreth 35 vjet secili. Ne shpenzuam shumë kohë duke ndërtuar një reputacion.
Ne nuk do të bëjmë diçka që do të na bëjë të humbasim integritetin dhe reputacionin ton. Dhe kjo është një nga arsyet pse kur na ftuan të vizitonim menaxhmentin e lartë të Forever Living, diskutuam me ta filozofinë e tyre, arsyen pse donin që ne të vinim. Dhe pasi I kemi dëgjuar dhe diskutuar me ta, e kuptojmë se ata kanë të njëjtin integritet që kemi edhe ne. Pra, jemi krenar që jemi pjesë e këtij ekipi këshillimor shkencor, dhe që mund t'ju themi se do të punojmë shumë me zell me kërkimin dhe zhvillimin, me cilësinë, me njerëzit rregullator ndërsa ecim përpara, jo vetëm për të festuar 40 vjetorin, por ndoshta do të jemi këtu për 50 vjetorin dhe shpresojmë për 60 vjetorin. Faleminderit shumë, zonja dhe zotërinj, Trallace Haj. Pra, a mendon se ishte një vendim I mirë nga ana jon që të bashkëpunonim me këta djem? Po, 3 prej nesh. Ata do të jenë siç tha ai, është ai vetë Rogeri dhe Piteri. Jemi vërtet të emocionuar që jemi me ta. Aly, nëse mund të ndalem pak, në fakt kam disa pyetje se djema u takuam me Gjeocentin. Duhet të kesh përgjigje. Në rregull. U takuam me Gretën dhe ata kishin disa pyetje që doja t'u akaloja, të cilat mendoj se ndoshta do t'u sjellin dobi të gjithve. Së pari, siç e përmendëm edhe më parë, dhe ju përmendët se udhëtuat për në Aloe Vera America, për në Forever Nutraceuticals, dhe në fakt patët mundësinë të vizitonit Forever direct jashtë Amsterdamit, qendrën tonë të shpërndarjes atje. Çfarë ju bëri më shumë përshtypje rreth Forever Living dhe ambienteve tona gjatë udhëtimit tuaj? Populli. Së pari, njerëzit që punojnë në këto ambiente kanë qenë atje për një kohë të gjatë. Ata janë të përkushtuar, janë të trajnuar mirë dhe duan t'i bëjnë gjërat siç duhet. Së dyti, mbështetja që menaxhmenti u ka dhënë atyre në mënyrë që ata të kenë mjediset e nevojshme, pajisjet e nevojshme për të kryer punën e tyre siç duhet. Shkëlqyeshëm, fantastike. E vlerësoj këtë. Tani, gjatë gjithë karrierës suaj, për sa kohë e keni bërë këtë, thatë? Vetëm rreth 40 vjet. 40 vjet. Pra, filluat kur ishit rreth 2 vjeç, apo jo? Pikërisht për afërsisht. Në rregull. Dua vetëm të sigurohem. Faleminderit. Gjatë gjithë karrierës suaj, mund ta imagjinoj, ndërsa udhëtonit anë mban botës duke bërë këtë, keni qenë dhe keni vizituar një numër laboratorësh anë mban botës. Çfarë I dallonte laboratorët e Forever? Çfarë I bënte ata të ndryshëm? Ose çfarë ju bëri përshtypje në lidhje me laboratorët tanë në Forever Nutraceuticals në Aloe Vera America krahasuar me ato që keni parë në të gjithë botën? Dhe përsëri, përgjigja themelore për këtë pyetje është saktësisht e njëjtë. Janë njerëzit, teknikët, shkencëtarët e lartë, menaxherët, të gjithë po punojnë së bashku për të bërë më të mirën që munden për të siguruar që produktet që shiten nga Forever Living do të jenë produkte të mira. Kam qenë në një numër laboratorësh që janë po aq mirë të pajisur sa laboratorët tuaj, por përkushtimi I njerëzve nuk është aty. Kam qenë në Institutin Kombëtar të Shkencave të Shëndetit Mjedisor dhe në laborator të tjerë të hërë që kanë pajisje që nuk do t'i besonit, por përkushtimi I njerëzve nuk është aty. Ky është çelësi kryesor. Nëse u japim atyre materialin e duhur për të punuar dhe mbajmë një staf të përkushtuar, do të vazhdojmë të kemi të njëjtën cilësi edhe në të ardhmen. E vlerësoj këtë. Tani, vura re se kur ishim në laborator, më përmendet diçka që ne bëjmë ndryshe nga shumë laborator në lidhje me frekuencën e testimit ton. A mund të na e shpjegoni pak këtë? Po, do të isha I lumtur. Kjo është një nga gjërat që mendoj se na bëri më shumë përshtypje të treve. Duke pasur një përvojë në fushën e pesticideve dhe duke bërë shumë kimi analitike gjatë karrierës sime. Zakonisht kompanitë, kur shohin furnizuesit e lëndëve të para, bëjnë një nga disa gjëra. Ata ose do ta pranojnë atë që u thot furnizuesi I tyre duke parë certifikatën e analizës dhe duke thënë, në rregull, do t'u besoj. Së dyti, kompanitë më të mira do të verifikojnë. Mendoj se ishte Ronald Reagan ai që tha beso dhe verifiko. Dhe ata do të ndërmarrin hapin e dytë. Edhe ato kompani zakonisht analizojnë lëndët e tyre të para vetëm në baza 3 mujore ose mujore. Kjo do të thotë që shumë nga materialet që vijnë nuk kontrollohen kurrë. Ata e bëjnë këtë mbi atë që ne e quajmë bazë statistikore. Pra, mostrat selektive, a është kjo ajo që po thua? Po, marrja e mostrave që vjen, është marrja e mostrave selektive. Ajo që na tronditi në të vërtet, dhe e them përsëri, ajo që na tronditi në të vërtet kur shkuam në mjediset e Forever Living, ishte se ata analizonin çdo lëndë të parë që hynte. Çdo gjë që vjen analizohet. Kjo është thjesht e padëgjuar. Pra, duhet të jesh krenar për këtë. Shumë krenar për këtë. Urime. Faleminderit. Dhe e dini, djema, siç e përmenda edhe më parë, cilësia është gjëja më e rëndësishme për ne kur bëhet fjalë për produktet tona dhe nuk do t'ju zhgënjejmë kurrë.
Dhe kjo është arsyeja pse ne I kushtuam kaq shumë kohë, përpjekje dhe kosto, siç e dini, në ndrejtimin e regjit, Gregut, ndërsa kryenim ato teste në çdo grup të lëndëve të para, materialeve dhe produkteve ndërsa ato dilnin jashtë. Jo lirë, nuk është e lirë as pak, por ja vlen për ju njerëz. Mirë, dhe duhet t'i falenderoni për këtë. Hej, mos më falendero mua, faleminderit regj. Siç e dini, kohët e fundit kemi bërë një investim në një proces të ri aseptik për të qenë në gjendje të përpunojmë gjelin ton dhe të heqim konservuesit prej tij, I cili ishte një drejtim që donim të ndiqnim. Siç e dini edhe ju, siç ju a shpjegova në tubim, me procesin aseptik, ajo që ndodh është se gjeli rrjedh nëpër këto tuba dhe nxehet menjëherë për vetëm disa sekonda. Dhe është një nxehtësi shumë e shpejtë që është mjaftueshëm e lartë për të vrarë çdo baktere, myk, virus, të gjitha gjërat e dëmshme në të, por ndihmon në ruajtjen e vlerës ushqyese të produktit, edhe më shumë se sa procesi I mëparshëm që përdorëm më parë. Pra, Ally, mendoj se vetëm nga formimi yt shkencor, a mund të na tregosh mendimet e tua, mendimin tënd mbi vetë procesin aseptik? Unë mendoj se procesi aseptik është zgjidhja më e mirë, sepse eliminon nevojën për të shtuar konservues dhe shumica e njerëzve në mbar botën kanë shqetësime në lidhje me konservuesit. Pra, nëse mund t'i heqim konservuesit nga produktet tona, gjë që në këtë rast keni qenë në gjendje ta bëni përmes këtij procesi aseptik, kjo është e mrekullueshme. Kjo është rruga e duhur. Mirë. Dhe ky është drejtimi që po ndjekim në të ardhmen, për të cilin jemi të entuziazmuar. Tani, në prezantimin tuaj, përmendet punimin mbi të cilin po punoni ju, Rogeri dhe Peteri. Ky lloj punimi I rishikuar nga kolegët. A mund të na shpjegoni, mendoj fillimisht, se çfarë do të thotë të vlerësohesh nga kolegët, dhe pastaj si do të na sjellë dobi kjo jo vetëm ne si kompani, por edhe fbove tona në të gjithë botën? Kur flasim në gjuhën tonë, që është gjuha shkencore, kemi këtë term të njohur si të rishikuar nga kolegët. A ka dëgjuar ndonjëri prej jush për këtë term? Rishikuar nga kolegët? Mirë, ka disa njerëz këtu që mund të më ndihmojnë. Ajo që bëjmë ne si shkencëtar është të kryejmë një studim dhe të duam ta përsërisim atë studim për të siguruar që informacioni ynë është I saktë dhe se është validuar. Dhe ne shkruajmë një punim ku shpjegojmë se si e bëm studimin dhe më pas cilat janë rezultatet tona dhe mund të nxjerrim një përfundim. Pastaj e dorëzojmë këtë punim në një revistë shkencore dhe ka shumë revista vërtet të mira. Revista e shkencës ushqimore, një numër revista shumë të mira ku mund ta dorëzojmë këtë punim. Redaktori I revistës do ta marrë atë dokument, do ta shqyrtoj dhe do të thotë: "Po, kjo duket sikur I përshtatet fushëveprimit dhe qëllimeve të revistës sime." Pra, ajo që do të bëj është tua dërgoj të paktën 3 shkencëtarëve që janë ekspert në këtë fushë. Ata do ta shqyrtojnë atë dokument dhe në thelb do të përpiqen ta grisin për të bërë komentet e tyre, deri në atë pikë sa të jetë ose I pranueshëm ose jo. Dhe pastaj ndërkohë ata do të bëjnë sugjerime. Duke qenë redaktor I 3 revistave, e di se si funksionon procesi. Është një proces shumë I mundimshëm. Le të kthehem pak në kohën kur isha student I diplomuar. Punimin e parë që dorëzova ndonjëherë, ja dorëzova toksikologjisë ushqimore dhe kimike. Leon Goldberg ishte redaktor. Të premtoj, në atë letër kishte më shumë të kuqe se sa të zezë. Por ai më dha një mbështetje kaq të mrekullueshme dhe të dobishme. Dhe përfundimisht, duke dëgjuar atë që tha ai, punimi im u pranua dhe u botua. Kjo ishte shumë kohë më parë, kur nuk dija çfarë po bëja. Mendoj se ne të tre do të jemi në gjendje të hartojmë një punim që do të ketë probleme të kufizuara gjatë procesit të rishikimit nga kolegët, por do të rishikohet dhe, pasi të jetë rishikuar dhe pranuar nga revista, do ta publikojmë në atë që tani njihet si revista me qasje të hapur. Dhe kjo do të thotë që të dhënat dhe dokumenti janë të disponueshme lirisht. Pra, kompania, të gjithë ju, do të jeni në gjendje ta shkarkoni atë dokument dhe t'ua jepni klientëve tuaj. Kujdo që dëshironi t'ia jepni, dhe do të jetë aty në një formë të botuar që është rishikuar nga kolegët dhe është në dispozicionin tuaj për ta përdorur. Ju pëlqen kjo? Kjo është emocionuese. Më lejoni t'ju pyes, duke u kthyer te ai punim, pse besoni dhe e di që na preket pak këtë çështje. Pse besoni se ekziston ky keqkuptim se e gjithë aloe mund të jetë toksike? Unë mendoj se keqkuptimi është I vjetër. Dhe përsëri, ne nuk e kemi përfunduar kërkimin ton të literaturës. Nuk I di ende të gjitha detajet, por përshtypja ime e përgjithshme nga ajo që kam lexuar deri më tani është se ka të bëjë me faktin se shumica e njerëzve e marrin bimën e aloes, e bluajnë dhe pastaj e përdorin në atë mënyrë. Dhe kështu keni një sasi shumë të madhe, disa materialesh në të që nuk duam. Forever Living I heq dhe përdor vetëm një pjesë shumë të zgjedhur të bimës e cila nuk përmban shumë. Nëse përmban as pak,
nga ky material i diskutueshëm. Dhe mendoj se në fund do të jemi në gjendje, pas një dyshim, të tregojmë se produkti që po shisni nuk është produkti për të cilin njerëzit shqetësohen. Fantastike. Jam i emocionuar ta shoh këtë. Pra, një pyetje e fundit të rëhajues. Pse përgjithmonë? Pse e bëre ti? Pietri. Roger vendosi që Forever ishte kompania me të cilën duhej të bashkëpunonte. 2 arsye. Patëm rastin të shihnim 2 nga mjediset tuaja dhe të takoheshim me njerëzit atje. Nëse nuk do të kishin qenë të kësaj cilësie, nuk do të kishim shkuar më tej. Pastaj u takuam me ekipin ekzekutiv dhe e dini çfarë, e pat disa herë. Por Reg është mbresëlënës. Ai na tha, më është dashur shumë kohë për të ndërtuar reputacionin tim. Ju njerëz keni një reputacion. Asnjëri prej nesh nuk dëshiron ta humbas atë reputacion. Pra, nëse bashkohemi dhe e bëjmë siç duhet, jo vetëm që nuk do ta humbasim reputacionin ton, por do ta përmirësojmë atë. Okej, do më thonë tash tu flasin shkencëtarët edhe shkencëtarët flasin në të termet e tyre. Mirë po, kompania Forever nuk është e interesuar që për të flasin VIP-at ose njerëz të njohur ose artistët, por është e interesuar që të flasin shkencëtarët, dhe këto janë 3 nga shkencëtarët më të fuqishëm botë sa i përket cilësisë së produkteve. Kështu që është e rëndësishme shumë se çfarë thonë ato për produktet e Forever Living edhe për produktet tek të cilat ne jemi të përfshirë në këtë kompani në momentin që bëhemi partner ose bashkëpunëtor në këtë biznes. Besiana, tash e bëra kërkesën ta hapish mikrofonin? Po, në rregull është Mimoza. Okej. Me vazhdo. A të vazhdojmë të flasëm për Po, Forever, zemër, po e dashur. kompaninë? Si ndihesh kur ndihmon gra të tjera të ndërtojnë lirinë e tyre, si atë shpirtore edhe atë financiare? Ndihma për tjerët është misioni jem edhe është diçka shpirtërore dhe është çlirim për mua. Është një ndjenjë e mrekullueshme, sepse unë ma mirë ndjem kur jap se sa kur marr. Edhe gjithmonë e kam praktikuar edhe praktikoj ndihmën për tjerë. Vetëm se ka qenë diçka e gabuar që duhet me mos caktuar, jo me dal jashtë asaj me cilën lejohet, sepse i bën keq vetes, dam. Sepse çdo gjë është këmbim. Çdo gjë është këmbim edhe domethënë e ndihmon vetëm atë që e kërkon ndihmën. Edhe kur të shoh nevojshme, ato në ndjenjë një çlirim shpirtëror. Kur jap edhe ndihmoj për tjerët. Sidomos për gratë edhe për fëmijët. Okej, apo për shembull dikush që vazhdimisht ankohet edhe ankohet te ti, edhe ti i tregon diçka, përsëri nuk dëgjon, në këto raste si funksionojsh? Tek ankesat unë nuk të mbaj asnjëherë fokusin. Do me thamë mundona fokusin me mbajt tek zgjidhja e problemit, jo tek problemi. Edhe ato me ja tregu edhe tjetrit. Kur e shoh që është diçka e pamundur, distancohem ose heshtem. Kur e shoh se nuk ka efekt as ndihma jem, as mendimi jem, e kam parim me u distancu ose me hesht. Por jo me gjyku ose me lëndu. Sepse ankesa kur nuk sjell një rezultat pozitiv ose një qasje negative, asnjëherë nuk sjell një rezultat pozitiv. Unë sa herë që kom pas një sfidë, gjithmonë e kom pas një besim në veti se nesërmja ka me qenë ma e mirë edhe kjo kalon. Ta e kisha dëshiru edhe gratë tjera edhe kushdo tjetër që po na ndëgjon, sepse ajo është kalimtare. Edhe çdo problem ka zgjidhje.
Po, e veçanërisht ne tash për shembull që kemi zgjidhje edhe sa i përket anës shëndetësore, edhe sa i përket sfidave të tjera. E vërtet ajo, domethënë vetëm kur kërkohet ndihmë, është mirë t'jepet. Nëse nuk pranohet, nuk kemi çka të bëjmë, ne ju tregojmë. Se kjo është zgjidhja, por E po unë jo gjithkush është i gatshëm për zgjidhjen në momentin e caktuar jetësor, që nuk do të thotë se nuk do të jetë i gatshëm në një të ardhme. po, edhe Që, këtë pjesë po. e kam mësu tek mentorja dhe tek akademia, se kur kem nevojë për diçka, ne duhet me kërku. Unë s'kom ditë as ndihmë me kërku, sepse gjithmonë jam nis me atë parimin, me atë mendsinë se unë moj edhe unë ja dal vetë. Po, është Mirë po, një me moment mësime, me që kurse, po, e kom arrit me kuptu se na duhet me kërku ndihmë kur është nevoja, për me pas ato. po, sepse edhe njerëzit tjerë i ka kriju Zoti, edhe përmes tyre na ndihmon. Po, Zotit mirat na i Po, dërgon përmes njerëzve, po, kështu që shumë parime, shumë mendësi kom arrit me i përmisu fal mentorës tonë, fal mësimeve, fal trajnimeve, fal kurseve. Edhe atëherë, gjithmonë pastaj i kom praktiku ato, i kom vepru edhe kom arrit rezultatin. çfarë mendon se është ndryshimi ose dallimi mes grave që ja dalin dhe atyre që ngecin nga përvoja jote? Nuk është një ndryshim i madh, sepse na nuk kem diçka të veçantë ose nuk kem diçka ma shumë se gratë tjera. Gjithë jemi njëjtë. Vetëm duhet me pas atë ëndrrën e zjarrt brenda vetes, me arrit me kuptu atë zërin e brendshëm, vendosmërinë edhe përkushtimin. Se cila Po, gru, se cili individ, se çdo qenie njerëzore e ka atë potencialin e vet brenda vetës. Mos me u ndiku prej mendimeve tjera, mos me u ndiku prej gjykimeve, prej komenteve jo të mira për ta, sepse në momentin kur ti nuk e gjen një mbështetje në një përkraje prej tjerëve, ata problemin e kanë me vetveten, nuk e kanë problemin me ty. po, shumë Unë kur saktë. kom dasht me arrit diçka, nuk e kom shiku se çka mendojnë tjerët, çka kanë me thonë tjerët, ose çysh kanë me vepru tjerët. Thjesht e kom ndjek rrugën tem edhe e kam shiku punët e mia. Nuk e kam pas problemin e mendimeve të tjera. A çfarë do i thojë një gruaje që sot mund të jetë e friksuar, lodhët, pa motivim? Me vazhdu me ndjek ëndrrën e vet, sepse çdo gjë është e mundur. Vetëm mjafton dëshira e zjarrt brenda vetës. Edhe sa herë që janë situata të vështira, le të din që e nesërmja ka me kon e mirë edhe shumë e mirë. Sepse nuk mundesh me qëndru gjithë një gjendje të njëjtë. Ajo sfidë që të ka ardhur, ajo të ka ardhur për të mirën tënde. Vetëm e arrit edhe me e kuptu, edhe nuk është vonë asnjëherë. E kemi shembullin kryesor Mimozën, e cila tash është në moshën 52 vjeçare dhe ka fillu një biznes online prej zeros. Edhe shumë shpejt ka arrit pozitën e menaxherës, po këtë sukses që ka arrit, nuk e ka arrit për një ditë edhe dy. Kjo ka mbjell shumë ma herët, e ka dhonë shumë ma herët atë mundin e vet, edhe jo rastisht Zoti e ka pru këtë biznes edhe në këtë pozitë. Ku e sheh veten pas 5 viteve? Dhe çfarë vizioni ke për komunitetin që po ndërton? E ardhmja e afërt me një biznes shumë të fuqishëm online. Punësimi ka me qenë vetëm për gra, gjenia femrore, edhe ndihma për tjerët, ndihma për gratë, veçanërisht për fëmijët.
Okej. Në forever ku është e vetëm? Pas 5 vjet. Pesha vetëm skena e me kanë edhe kanë me pasu afër nuk e di. Të na kesh krejt ve afër. Po pa tjetër, pa diskutim. A për dikon tjetër, ta shohim atë pjesën se si do manifestohet e mrekullueshme është çdo gjë në jetë. Po, Ajo që është e njëjta, tërheq të njëjtën. e vërtet. Edhe e kupton se jeta është e lumtur pa marrë parasysh çdo gjë që na ndodhen. Veçanërisht në ato tubimet tona kur takohemi me antarët e I Empowered, mrekullueshëm që janë. Jeta Dhe- është e bukur, Po, por ma e bukur kur arrin me kuptu anën shpirtërore, kur arrin me kuptu misionin tënd, edhe kur arrin me kuptu se shumë gjëra në jetë nuk janë në kompetencat tona. Na kur kemi ardhur këtë jetë nuk kemi pyet prej askujt, as kur kemi me shku nuk kemi mu pyet prej askujt. Thjesht jemi me kry një mision i cili është caktu për neve, edhe me shku në dimensione tjera. Kështu që vazhdoni me bë vepra të mira, vazhdoni me ndihmu, vazhdoni me qenë të vërtet, me qenë të sinqert, sepse rruga e mashtrimit edhe e të keqës gjithmonë e dina që është një sukses i shkurt, mirë por rruga e gjatë gjithmonë është një sukses me themele të forta. Ajo është fuqia më e madhe kur të arrin me kuptu se shumë gjëra në jetë që ndodhin nuk janë në kompetencën tonë dhe çdo send që ndodh për një arsye edhe për të mirën tonë. po gjithmonë për të mirën tonë, ajo lumnia e Krasniqi ka thënë do jesh me mua në sallat. Folum një skenat më të ndaja botërorikës. Ndërsa Teuta ka shkruajt Besiana analizon çdo fjalë që i thuhet dhe gjen bekim aty. Po të utë, bashk në cilin vend. Unë fillim kom thënë unë me të utën kom e qenë Dubai. E ke thënë këtë? E po Po. mirë, atëherë në Dubai jemi vitin e ardhshëm. Edhe djendë që thëmi mosën të vitin e arshë kemi me qenë në Dubai. Unë në vetë se kisha manifestu në fillimet e mija të para kur kam hi në Forever. Dubajin? Po, me të utën. Akoma pa e ditë se do ketë vitin Jo, e nuk e ardhshëm kam Dubai? di, vetëm e kam Okej. thonë. Nuk e dija mon men të uta. Okej, do më Unë thashë thonë me të utën ka me shku në Dubai. Do më thonë si ajo eventi që ishte në Paris, si vjet, vitin e ardhshëm është në Dubai. Kështu që do shkojmë një grup shumë e madhe. Po, po përgatitëm. Po. Unë tash du ta shpërndaj edhe një video që kam bë për manifestim, Në edhe rregull. edhe një njoftim shumë i fuqishëm, edhe mandej pasi të përfundoj ajo, do e kemi edhe fjalën e fundit të Besianës, liderës son, të mrekullueshme, lum ato që do e kenë si sponzore edhe do kenë çka të mësojnë prej Besianës, pafund gjëra. Se i përket biznesit edhe suksesit financiar, se ajo i din metodat si manifeston sukseset e veta. Edhe tash sfidën e më të madhe e ka se sa një përballoje punët aq shumë që ka punë edhe aq shumë që ka porosi. E besoj se krejt e dun kët, prandaj nëse doni kët, atëherë keni nga kush të mësoni drejt për drejt. Po, mjafton një takim me mimozën një me ne edhe dhe të Po. kratat mimozën, alizohat. Unë e kam provu, nuk kam guximin njëherë. Derisa ta arri të menaxhoj situatën. Ti ke frikë për suksesit që ta bësh një termin tjetër me mua. Po. Unë Ose shumë e shumë manifestoj fuqishme. për tjerët, po. Nuk kam frikë, po kam qef pushim. Okej. Kjo është shumë e bukur. Ta shoh tash ku e kam atë videon. Edhe dje tregove një metodë shumë të mirë, po
Kush e ka kuptu që ta pranoj edhe ta bëj qatë gjë është e jashtëzakonshme. Te u të ndoshta marrësh se 3 ke laptopja, super. Te uta, a do në flasësh ti pak, derisa shkarkohet video. Se te uta është tash mentore, sponzore e Besianës. Përshëndetje, mirë. Mirë mbrama, te uta, si të kemi? Si jeni? Mirë, shumë ti? Mirë. Mendova që s'po muj me mrin ko pak me vones hyra, se isha me mamin kontroll. Si është mami? Mirë është, ma mirë, çdo ditë ma mirë është. A është spital e shpitash? Jo në shpe, veç e pata te kardiologu në kontroll, Aha, edhe ma mirë është. e shqyqyrë. Veç që ti sa analiza mja bo, edhe tash përpresim. Okej, super. Ti çka do na tregojsh për Besianën, se je ma shumë kontakt me atë, je sponsorja e saj? Besiana është dritë, është ëll, kjo, unë nuk e kom ditë që kjo analizon çdo fjalë që ja thomë ne, Aha, edhe mas një kohë, veç kur thot, e më ki thonë që, për shembull për seancën me ty, që ka qenë seminarin Ferizaj për kur ja kom propozu, edhe më ka thonë nuk di të uta jam gati, unë i kom thonë Besian merre se është bekim, edhe mu nuk më kujtohet që shi kom thonë, edhe kjo tash, kur më tha të uta ma kiton fjallën diçka, ma kiton fjallën bekim edhe bekim më ka dalë. Do më thonë edhe diçka për fëminin e vetë, edhe kur unë ja kom thonë një fjallë edhe normalisht si na si trajnerë që jemi mësu po. mi motivu, mi fokusu edhe kësej ato sene atë që i analizën edhe thot është të vërtet që qashtu më ka dalë që shkiton. Te uta, përshëndetje. O zemër që shtë kam, Mirë, falënderit. më ke knaq, du shumë. Dje kemi qenë në për urimin e vendit ku kemi pas takimin në Ferizaj. Po. Edhe pas ati takimi, nuk është ndalë pas shpunimi jonë, sepse ka qenë ai veprimi të utës, e mirënjohja, mirësjellja që më kalon shumë për shtypje, edhe nuk jo kom da të utës. E kom gjetë vetën të uta, mirë po kom pa shumë potencial, shumë aftësi që ka të uta. Më falë se ndërpreva. O zemra jeme. I ke tha fjallë, ashtu janë krejt vërteta. Bashkëpunimi është i ndërsjellë, do më thonë mimi unë e mësoj për Besianës për shumë sene të biznesit online. Kjo i mëson prej meje këto të trajnimeve, unë i mësoj për biznesit, do më thonë edhe për biznes ka shumë sene që unë i marë për kësej edhe më shërbejnë shumë. E po ato që i din të uta në nuk i di. Të uta është ChatGPT. Edhe kjo më thot ChatGPT. Ose manë shumë men. Unë befasohem me të utën, se që shka mundësi një gru, me arrit me kuptu gjitha këto, me arrit me kuptu sistemin edhe platforma digitale, mënyrën më të mirë të mundshme. Sidomos në kompanin Forever, ka arrit me avancu shumë, që mu më duhet nështë 2 ditë me mbyll dikun me të utën, edhe me mësu ato procese, tek regjistrimi,
tek antarësimi e shumë gjana tjera. Të uta i ka mësu në mënyrë shumë të shpejt, kështu që gjithmonë jemi dorë për njëna tjetrën. Po, oj Besjan, ngarkesat për shembull ti ki këtë pjesën tonë të biznesit shumë punë. Edhe tash Mimi kjo më thot mu nuk e mojnë mend pasportin. Unë ja kallzoj pasportin që e ka Besjana. Po përveç pasportit atë numër 7 shifror, 8 shifror, që shka mundësi me majt mend. Kjo është jashtë zakonshme. Ti vetëm duhet pak, do më thonë, kur ta kesh një kohë të lirë, veç pak duhet fokusim edhe kuptoj shkrejt mandej. Po, Po, fokusim ajo është Mhm. primare. po. Po te uta e kam mësu për mrekulli, po sigurisht edhe mësimet e akademisë i kanë ndihmu shumë, sepse edhe tek pjesa e rekrutimit e ka mënyrë profesionale. Që Po. unë nuk e di atë pjesë ende. Unë di për shitjen, di për marketingun, di për biznesin, di për themelin e biznesit, po aftësinë e rekrutimit nuk e kam. Edhe të uta këtë pjesë e ka shumë të zhvilluar edhe shumë mirë ka arrit me kuptu. Edhe sistemin se si funksionon platforma e Forever, më befason se sa shpejt ka arrit mi perceptu. Nuk është e lehtë. A tregoj sinqert diçka kështu sinqert pa dorza? Po të utë. Kur janë më antarësu në Empower, nuk më dit mi prek telefonin, nuk më dit shka do më thonë web faqe, nuk më dit mu logu, edhe shumë shpesh më kanë shku djerës të kështu, e kum lon, e ja kum nis, e jom dale, kum dhezi cigare, prapja kum nis, dhe sa kum mësu, edhe këtë pjesën e platformave, këtë pjesën e postimeve, këtë pjesën kur u postojshin faqen e Empower, do më thonë unë manifestoj shumë ma mirë në heshtje, kur e du diçka, se kur ulna me manifestu diçka shka, veç e shoh, për shkakun këtë postimin, këtë foton që jeni ti e Mimi thash. Kur e kom po në fillim, kom thonë, qysh pi qesin, bre, qysh pi bojnë, ku pi marrin këtë foto, a pi qesin në tavolin, librin, ose ku s'pi Edhe o ardhi moment, u mu qaq kom bo pytje, qysh pi bojnë, do më thonë, qysh bot këtë proces. O ardhi moment, Mimi e më ka thonë që të uta me bo postimet kështu, edhe unë s'kom dit as me prejk, as nuk kom dit çka është Canvas, kap kuti, as kur gjo, as kapoingi, kur gjo s'kom dit. Edhe Mimi me video ka dole, edhe mi ka spjegu, edhe ma ka bo video, do më thonë unë e shisha Mimin qysh e bën, edhe këqysha videon e Mimit, edhe ka dalë të e bo. Ato pjesë tjera ma të avancune, kur e kum pas djerë në shpim ka një mudeja, do më thonë jëm kone për kushtune, edhe titrat e video më ka interesu që shpiqesin titrat edhe interesant. Shka do që më ka interesu, Mimi më ka thonë api bën ti tash. Do më thonë unë e kom manifestu. Ti e pas ke kërku të uta. Po, edhe kom kërku. Edhe tash me kohën e kom vërtetu se shka do që kërkoj unë. A bden kështu që e këqyri me vëmendje, shka do që kërkoj vjen të unë. Do më Po, thonë, atë qëllime kam unë, si për shembull, si e bot ti, Leonora, Mary, Qefserja, ajo, Anila, Zejnepja, si jeni bo ju, do më thonë ne kuptohemi veç me mendime. po, Duhet ma shumë t'ja spjegojsh tjetrit se çka duhet boje në qatë moment. Bëhemi krejt ke grupa Forever që jemi. Krejt ashtu të bëhemi. Ajo është qëllimi. tash Kuptohemi vetëm me shikim, me mendim. vjen koha që unë e kuptoj Mimin me një fjalë shka ka thotë. Në fillim kur ma shkrujtje një fjalë, nuk e kuptoj sha, u dushe me lexu 10 herë. Ja kthesha përgjigjen nashta që kjo ka thonë këtë diçka tjetër, edhe kur Mimi nuk ta kthen përgjigjen, kur nuk e ki mirë, Mimi s'ta kthen përgjigjen. T'len me menu vetë derisa ta gjen ti shka duesh.
Edhe që kjo më ka animu shumë, edhe kur më thoj që ti mu besion tash që shpimon man kodet e mija, unë në ndijen teme, kur kum ditë që ju i në fillimet e juja, i kum thonë vetit t'i shkruj kodet e se cilës që anë të arsoj, edhe pasportin, se nesër këto kanë më malyp. Të utë kjo është një potencial jashtëzakonshëm i jote, sepse në ditën e sodit me kuptu botën e online është diçka shumë parimtare, sepse unë se e dërgova sot një informacion se tregtia në të ardhmen ka me qeni 100% online. Edhe ata që nuk e kuptojnë botën digjitale kanë me metë shumë rapa. Po, sot Diana Kjo sot është kjetë shkollë një vete. sfidë. Edhe më thash dush mi shkru kodin, o që shekom kodin, unë e ja nisa ja kalzova kodin në Kodin Diana. 8 shifror të uta, për Po, menç. o veç 3 numrat e fundit, po si një fokusu, du të mi majtë manë, sa ata tjertë krejt njëti kena. Po të utë mjafton, platforma digjitale mjafton një zero me mungu edhe ajo çdo gjë shkon hoq. Po që ashtu Po të kthesh jasë qatë zero nuk pe harran. Edhe Jo, veç se tre ma ka numra. mësu mimi detojnë, shumë mirë. 11 parimet e para ta Empower, i pari është fokuson detoj. Edhe Edhe ashtu të uta është detajiste dhe e don perfeksionin. po, ka i herë më sfidon ky perfekcionizmi, më Çdo gjë me zhduket. kon perfeksion, nuk e don avash me shku gjonat. Po e ke kuptu shumë mirë Besiana të utën? Po. E prandaj ajo o mbështetje për krejt. Prandaj i thuj ti ChatGPT, sepse keni mbështetje njerëzore. Si Janë thoshte, djelë diprimet, po, besion, mos mi la gjonat onash. Besiona e ke kry, besiona e ke po. Të ut nesër. Besion nesra. Edhe kur të ka të uta një qëllim, ajo arrin atë qëllim. Nuk ndalët derisa të arrin. Jo, no, as nuk flej. për shembull, si ta e shkencëtari, ato kompani tjera që kanë laboratore mund t'i kenë laboratoret shumë më të avancuara, ma njerëzit nuk i kanë. Ndërsa Forever i ka njerëzit. Ajo është fuqia më e madhe se njeriu është ai, tash është ChatGPT, është inteligjenca artificiale, ama prap njeriu është ai tjetër çka është. Tjetër çka është ajo fuqia e shpirtit njeriu. Edhe fuqia e dashurisë që është një nga themelet e Forever edhe I Empower. Se vetëm dashuria është ajo që zgjedh çdo gjë. Pa marrë parasysh se ne mundohemi në lloj-lloj mënyrash ose taktikash, ama e fundit është dashuria. Po, dashuria për punën, dashuria për produktin, për kompaninë. Po, Unë mendoj për që na ka njerëzit, për tërheqë kjo krejt. kompani, o mimi si na kemi parim. Do më thonë ka fillu me ty, edhe vazhdon kjo mu kon dashuria na Empower është një ndër parimet kryesore, mbështetja, dashuria, ndihma. Edhe për që ato edhe jemi njo, edhe me ata se kanë misionin e njëjtë. Po, kur gjë nuk është rasti. Të utë çdo gjë për një arsye. Ka konvertetu edhe vetë. Po, Edhe çdo sugjerim që më ka dhënë të uta, edhe për kompaninë, edhe për WhatsAppin, edhe për shumë gjëra tjera, unë ato kom gjetë vetëm bekim. Edhe pse na në fillim se kom kuptu, e kom thonë sot, nesër, mirë po kom gulja e të utës, gjithmonë ka pas një rezultat pozitiv. E mrekullueshme. Po. Edhe e kom cek edhe ma heret me cilin do antar në akademi, që mu ka dhënë rasti dhe mundësia me pas një bisedë, unë kam përfitu prej asaj bisedës. Qoftë me Kevserin, qoftë me Dianën, qoftë me Leonorën, e shumë tjerëve që jemi në grupën tonë. Çdo gjë është për mrekulli, jam shumë e lumtur, ma mirë nuk di qysh. do gjë do t'jetë briljante. Shumë briljante. Çdo sfidë që e kaloni, do të thonë vetëm ta dini se në fund çdo gjë do jetë briljante.
Ashtu në Elan në Paris, drejtori i Forever. Gjë që është një nga ato mantrat tash që vazhdimisht përsëritet në kokën time, çdo gjë do jetë briliante, ti thuaj vetes vazhdimisht e shef një situatë dhe thuaj okay, tash nuk duket se është e mirë, ama do jetë në fund, përfundimi do jetë briliante. E bukura sapo ka filluar. Po. Bashkë në këtë rrugë. Okej, tash ta shikojmë videon. Edhe mandej e përfundojmë për sonte. Unë do të ndryshoj jetën tënde tani me ligjin e tërheqjes, si të manifestosh çdo gjë që dëshiron lehtësisht. A do të dëshiroje të manifestosh më shumë para, dashuri, një marrëdhënie, një person specifik, shëndet më të mirë? Dhe a do të dëshiroje ta bëje këtë pa vështirësi? A do të dëshiroje ta bëje këtë lehtë? Mund ta bësh këtë duke përdorur ligjin e vibrimit. Sot do t'ju tregoj si të manifestoni çdo gjë duke përdorur ligjin e tërheqjes dhe duke përdorur ligjin e vibrimit. Dhe disa teknika specifike që janë të lehta për t'u bërë, të cilat do t'ju bëjnë të manifestoni saktësisht atë që dëshironi, shpejt dhe pa shumë përpjekje. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Mimoza Thaçi, mentorja juaj e mrekullive dhe zhvillimit personal. Dhe sot do të fluturojmë lart si shqiponja të mëdha dhe të bukura. Gjithmonë ne fluturojmë në drejtimin e ëndrave dhe qëllimeve tona. E di, nuk jemi shumë larg solstistit të verës. Kjo është një ditë e veçantë për të manifestuar dëshirat tuaja më të thella. Çdo gjë mund të ndodhë në solstistin e verës dhe zakonisht ndodh. Do të manifestoj për ju për ndoshta 5 orë së bashku me manifestues tjerë, të cilat janë në skuadrën time. Do të mblidhemi në Zoom, do të punojmë me ju dhe qëllimet tuaja, dëshirat tuaja për t'ju dhënë çdo gjë që dëshironi 100% për sa kohë që nuk dëmton askënd dhe për sa kohë që është e ligjshme. Pra vizitoni iampower.al. I gjithë informacioni është aty. I keni të gjitha detajet. Vendet janë të kufizuara, prandaj merrni vendin tuaj tani. iampower.al. Çdo gjë në univers vibron në një frekuencë të caktuar, duke përfshirë mendimet dhe emocionet tuaja. Vibrimi juaj përcaktohet nga gjendja juaj emocionale mbizotruese. Mos harroni, mirënjohja dhe dashuria janë të barabarta me vibrim të lartë. Frika dhe dyshimi janë të barabarta me vibrim të ulët. Ligji i tërheqjes ndërtohet mbi këtë. Ju tërhiqni në jetën tuaj jo vetëm gjërat që dëshironi, por edhe ato me të cilat jeni në përputhje vibracionale, vibracionin me të cilin jeni në përputhje. Pra ata që fluturojnë lart, shtrirja është sekret dhe shumë guru të ligjit të tërheqjes nuk e mbulojnë mjaftueshëm këtë nocionin e shtrirjes. Por nëse nuk jeni në përputhje, është mjaft e vështirë të tërhiqni atë që dëshironi. Duhet ta bëheni një përputhje vibruese për atë që dëshironi. Një nga mënyrat për ta futur veten në përputhje ose të pyesni veten si do të ndihesha mirë në këtë moment nëse do ta kisha tashmë atë që dëshiroja, si do të ndihesha unë. E shikon, duke u përqendruar te ndjesia të pasurit tashmë atë që dëshiron, automatikisht fillon të zhvendosesh në harmoni. Nuk po përqendrohesh më te ajo që nuk ke, por te ajo që ke tani. Dëshiron më shumë bollëk, apo atëherë fillon të ndjehesh më i bollshëm. Dëshiron më shumë dashuri, fillo të ndjesh dashuri. Fillo të ndash dashuri, mirënjohje, shëndet, dridhje, gjithçka është aty për ty kur e pranon dhe e bën tënde. Hapi tjetër është heqja dorë nga bindjet kufizuese. Dëgjoj, do të kesh të vështirë të manifestosh atë që dëshiron, kur në mënyrë të pavetdijshme nuk beson se është e mundur, ose në mënyrë të pavetdijshme nuk beson se je i denj për ta. Cilat janë disa bindje të fshehura që mund të kesh? Nuk jam mjaftueshëm e mirë, parat janë të vështira për të fituar, do të jem gjithmonë vetëm. Cilat janë disa bindje të fshehura që duhet zhdukur? Nuk jam mjaftueshëm e mirë. Ai kur nuk do të më doj. Nuk jam mjaftueshëm e fortë, nuk jam mjaftueshëm e zgjuar. Nuk kam arsim të mjaftueshëm, ose jam shumë i zgjuar ose jam i mbikualifikuar. Është i përfshirë një palë tretë. Duhet të punosh
shumë për para. Nuk do t'i kem kur para që dëshirojmë. Të gjithë këto janë bindje kufizuese. Mund të kesh edhe të tjera, por të gjithë këto janë bindje kufizuese, që mund të jetojnë, të rritën dhe të acarojnë në mendjen tënde të nëndishme dhe të bëjnë të luftosh me manifestimin tënd. Pra të dashur, më pëlqen fjala ngritje. Nëse do të më bënit një nder, në komente, kur të bëni komentet tuaja, me shkronja kapitale, shkruani fjalën ngritje. Është një fjalë e fuqishme. Ja se si e përdor unë. Fillova të përdor këtë, kur ndjeva si kur po kalonim në një ndrim pune, dhe fillova të përdor këtë teknik atëherë. Dhe është një teknik e fuqishme. Pra, kur ke një mendim negativ, ai nuk do të më telefonoj kur, nuk do të kem kur para mjaftueshëm. Ndryshim thjesht fjalën ndryshim. Do të kem më shumë para se sa më duhen. Parat fitohen shumë lehtë. Sigurisht, ai do të më telefonoj. Jam magnetike, jam tërheqëse. Unë jam ajo që duhet. Ai kur nuk do të gjej dikë më të mirë. E shikoni çfarë bëra. E ndryshova shpejt vetdijen time. Dhe kur ju e ndryshoni vetdijen tuaj, ju ngrini vibrimin tuaj. Pra ju fluturoni lart. Le të kalojmë në për disa pika kyçe të ligjit të tërheqjes në mënyrë që ai të funksionoj për ju. Dhe të funksionoj për ju tani. Por po funksionon për ju lehtësisht. Nuk ka pse të jetë ndonjë gjë e vështirë, e gjatë, e zgjatur dhe e mundimshme. Dakor? Mund ta bësh këtë lehtësisht dhe mund të fillosh ta manifestosh që tani. Hapi i parë është qartësi. Di saktësisht çfarë dëshiron. Hapi i dytë ngarkesa emocionale. Ndjeni dëshirën tani në trupin tuaj, pikërisht në këtë moment. Hapi i tretë, veprimi harmonizuar. Ndërne merrni veprime të frymëzuara. Tani, kur të merrni vibrime nga dridhje, thjesht mendoni si, o Zot, duhet të bëj diçka, sapo kisha një ide. Bëje, as mos e mendo, thjesht bëje. Ndërmerr veprime frymëzuese, që janë në përputhje me dëshirat dhe ëndrat tua. Hapi i katërt, lësho gjithçka. Do të them thjesht lësho dorë. Kjo është e gjitha që duhet të bësh. Lësho dorë dhe lër energjinë të rrjedh. Shiko, lësho mënyrën se si. Nuk ke nevojë të di se si do ta bëj universi. Ti, në mendjen tënde, mund të kesh 2 ose 3 mënyra se si mund të ndodhë. Por universi ka një numër të pakufizuar mënyrash për ta bërë dëshirën tënde realitet. Dhe hapi i 5, pranimi. Pra duhet të jesh gati të pranosh kur energjia të vinë në jetën tënde. Tani është koha jote, mos thuaj se kjo do të ndodhë një ditë. Tani është koha jote. Shiko, nëse nuk është koha juaj tani, kur është? Nesër? Të nesërmen, javën tjetër, pra je gati për të pritur. Dua të përmbledh disa gjëra që mendoj se janë shumë të rëndësishme për ju. Disa teknika që janë kaq të thjeshta dhe kaq të lehta për të bërë. Një ditar mirënjohje për 2 minuta në ditë, meditim për 5 minuta në ditë, mbi dëshirën e përmbushur, shkrim skenari, shkrim sikur të ketë ndodhur tashmë. Shkruaj sikur e ke përjetuar tashmë atë që dëshiron. Këto janë disa mënyra të lehta. Shiko, thaj se do të ishte e lehtë që të fillosh të tërheqësh atë që dëshiron pikërisht në këtë moment. Mendoj se është e rëndësishme ta mbash energjinë tënde të pastër. Dua të them të pastër si një makinë e pastër. Mbaj energjinë tënde të pastër, duke shmangur mendimet negative, idetë negative, librat negativ, njerëzit negativ, çdo gjë negative. Dakor? Mbaj veten pranë energjisë pozitive dhe optimiste. Dhe së fundmi, përdor pohime që janë të mbushura me emocione. Unë jam e denjë, unë jam e bollshme, unë jam e pasur, jam e suksesshme, jam e mbushur me dashuri. E di, por i emocionoj ato. Në rregull, mund t'i thuash, mund t'i pohosh robotikisht, nëse do. Por duhet t'i emocionosh. Neville thot se sekreti është ndjenja. Dhe më në fund, para se të flesh, vizualizo për 2 deri në 5 minuta sikur është. Mos e bëj si një dëshirë, por bëje si një diçka që tashmë është. Me fjalë të tjera,
Vizualizo sikur po e përjeton tashmë dhe bëje këtë ndërsa bie në gjumë çdo natë për vetëm 2 minuta. Ti je bini në gjumë duke e vizualizuar veten në shtëpinë tuaj të re, duke ngarë makinën tuaj të re, në marrëdhënien tuaj, në punën tuaj të re. Vizualizoje. Shikojeni qartë dhe ndjeni në mendjen tuaj ndërsa bini në gjumë. Të gjithë këto teknika dhe gjithçka për të cilën kemi folur është projektuar për të bërë një gjë që u vën në përputhje me atë që dëshironi. Tani mos lejoni askënd t'ju thotë se nuk mund ta keni atë që dëshironi. Dhe kohët e fundit kam parë shumë gjëra të tilla në videot në YouTube nga ekspert të ligjit të tërheqjes që të thonë se nuk mund ta kesh këtë, nuk duhet të dëshirosh këtë, ka përceje këtë, ndalo, lëre më njanë këtë. Ti lëshon të shkojë për të lënë të rjetë, por nuk ke pse të heqësh dorë nga ëndrat dhe dëshirat tua. Pra nëse ke një mësues, një mik, një person të besuar që të thotë se nuk mund ta bësh këtë, është koha të largohesh sepse besoj se mundesh. Duhet të kujtoj të pretendosh se je i lirë. 30 minuta mentorim mrekullish dhe trajnim për sukses. Na vizitoni tani në web faqen iempower.al. Kaloni një ditë të mrekullueshme. Ju absolutisht e meritoni. Gjatë kohës më të madhe të ekzistencës tuaj, ajo që më pëlqen ta quaj verë dashurie. Kam përdorur talentet e mia për këtë ditë të veçantë. Kam manifestuar fjalë për fjalë për njerëz tjerë. I kam ndihmuar njerëzit të shpëtojnë marrëdhëniet e tyre. I kam ndihmuar njerëzit të blejnë shtëpi të re. I kam ndihmuar njerëzit të blejnë makina të reja. I kam ndihmuar njerëzit të hapin biznese, mundësi dhe të kenë shëndet më të mirë. Më pëlqen të shoh njerëzit të shfaqin dëshirat e tyre më të thella. Megjithatë, kam marrë vendim që ky solstis veror të jetë ndryshe. Kërkon shumë kohë dhe shumë energji nga ana ime që të përgatis gjithë materialet për të cilat do t'ju ndihmojnë juve dhe që ju duhen në anën energjetike, që përmes kësaj energjie të shfaqni dëshirat tuaj. Domethënë, duke u ndihmuar unë që ju të shfaqni dëshirat tuaj. Duke u ndihmuar të kapërceni bindjet negative, ndonjëherë në dyshim dhe frikra. Kjo vërtet është shumë sfiduese për mua. Edhe pse është kështu, unë përsëri do ta bëj. Për të gjithë donatorët në iempower, ata të cilët kanë qenë të rregullt dhe ata që do të bëjnë donacione tani, unë bëj këtë trajnim pikërisht në këtë solstis. Sepse nëse ti do të më lejosh të manifestoj për ty me 20 qershor në solstisin e verës, do të hysh në periudhën më të madhe të jetës sante. Ajo që quhet verë, dashurie dhe bollëku. Në këtë ditë të veçantë do të thirrim parimet e lashta dhe vibracionet e lidhura me to, për të ndihmuar të arrish çfarëdo që dëshiron, për sa kohë që është e ligjshme dhe për sa kohë që nuk i bën keq askujt. Jam absolutisht e vendosur ta mbaj rezultatin tim të suksesit 100%. Dhe për këtë arsye, po e kufizoj numrin e njerëzve që mund të marrin pjesë, sepse është energji e frekuencave të larta. Dhe ajo do të ndërmerret dhe do merret vetëm gjatë transmetimit në Zoom. Do t'ju nxisja që tani ta shfrytëzoni rastin që të ndërmerrni veprime dhe ta rezervoni vendin tuaj. Tani për ata prej jush që mund të kenë dyshime, dëgjoni këtë. Po jap garanci 100%. Dhe tani për të gjithë ata prej jush që mund të kenë dyshime, dëgjoni këtë. Nëse ju nuk manifestoni dëshirat tuaja, kjo do të thotë se ju duhet një punë pak më e gjatë. Prandaj, do të jap falës paketën një në iempower, e cila është 1 vjeçare. Absolutisht pa kosto, sepse ne duam që ju ta zgjidhni problemin. Nëse ka ndonjë problem, ne duam ta rregullojmë atë në mënyrë që puna manifestuese që bëjmë në solstisin e verës të funksionojë për ju. Dhe nëse e marrim tani trajnimin që ne ofrojmë për një vit, i cili merr shumë energji, kjo me siguri do të ishte një vlerë prej më shumë se $10,000. Por është e juaja, sepse do ta merrni atë që dëshironi, ose do ta merrni trajnimin. Pra mos harroni, ka vetëm disa vende të lira.
Prandaj ndërmerrni veprime frymëzuese tani dhe siguroni që të rezervoni një nga vendet tuaja. Gjëra të mira po vijnë drejt jush dhe dua që të prisnim rregullit që dëshironi. E gjitha fillon në solstisin e verës me 20 qershor. Të dua dhe do të shihemi atje. Okej, kjo ishte pra për gjithë donatorët në I Empower, gjithë ata që kanë ndihmuar I Empower, të jetë këtu ku është sot. Edhe informacionet do t'i keni më vonë, sa i përket mënyrës se si do kyçeni në këtë trajnim. E tani eftoj edhe një herë për sfundi herë Besianën që ta jap mesazhin përfundimtar për gjithë ata që nuk guxojnë ta marrin veprimin. Apo ndoqohemi Moza? Po, Unë i falenderoj gjithë ata që na ndoqët për pranim, për energjinë dhe për mesazhet dhe për kushtimin e tyre. Falenderoj edhe ty personalisht edhe thellësisht inspirimin tëm, mbështetjen time, mentorën time Mimozën. Edhe ju them gjitha grave që mos ndaloni me një sfidë e cila vjen në jetën e juve, as me ndalim me mendimin e tjerëve, por vazhdoni rrugtimin e juaj. Edhe një falënderim i veçantë është për Lumnien, e cila është antarja më e re në grupin tonë. Jam shumë e gëzuar edhe shumë e lumtur që ajo është në mesin tonë. faleminderit shumë Besiana. Ishte me të vërtet një trajnim shumë i energjive të larta, një lidhje energjetike e fuqishme mes meje, teje dhe gjithë pjesëmarrësve mrekullueshëm që i kemi në përzumet tona. Nuk kemi rastisht 0,001%, edhe prandaj do arrijm tek ai 1% i njerëzve më të suksesshëm në biznesin online. Kjo është Ajo është qëllimi, ajo është misioni, ato janë trajnimet, tash për shembull e kemi trajnimin si të arrish te 10 bashkëpunëtorët e parë, e kemi trajnimin si të arrish 3.000 euro në muaj, ajo është më intensiv për ata që duan shpejtësi, për ata që janë gërditur duke u gërditur e duke u gërditur çdo ditë, si thot Kevini, me jetën që nuk e meritojnë. I kam gjitha mjetet, pra për të arritur tek 2%, por e gjitha don vetëm përcaktim mendor, ajo është shumë e rëndësishme. E kur e ke përcaktimin e duhur mendor, atëherë i bën edhe gjërat e duhura. Duke i bërë gjërat e duhura, vjen edhe suksesi. Edhe mandej puna nuk duket si punë, po duket si më duket mu, domethënë pjesë e jetës. Kjo është një dëshmimi mos që kur gratë bashkohen, mund me ndërtu jo vetëm biznes, por një botë më të mirë. Shumë më të mirë, se prandaj jemi këtu. Urime festa e Kurban Bajramit për gjithë. Po urime edhe festa e Bajramit, nesër e kemi fest, unë e pëlqej shumë atë ditë. Është një qetësi absolute, është një mrekulli, sepse njerëzit bëjnë solidaritet, shkojnë te njëri tjetri, ofrojnë dashuri, mirëkuptim. I harrojnë pak ato përditshmëritë e realitetit, por që ashtu është realiteti. Ne duhet shohim përtej asaj që e shohim vetëm me sytë e ballit. Atëherë natën e mirë gjithëve që ishit këtu, edhe Lumnies unë i uroj shumë suksese, vërtet ka një energji të mrekullueshme. Po gjitha që janë tek grupa I Empower Forever është energjia e jashtëzakonshme. Jam shumë e lumtur që jemi takuar në këtë formë.
Natën e mirë gjithëve, Besiana t'uroj shumë suksese edhe shumë dëshira të realizume në kohë rekorde. Kjo është ajo që e du për ty edhe për gjithë ju tjerët. Faleminderit shumë për çdo gjë.